Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Pas dorëzimit të listave në KQZ nga ana e partive për kandidatët për zgjedhjet e 11 majit, tashmë ka nisur në një mënyrë, po themi, Enriketa Jao, kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Beratit, Endrit Brejmllari, kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës, dhe Romina Kuko, kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Korçës. Duhet theksoj që Enriketa Jao është në listën e mbyllur, pra një vend të sigurt për të qenë deputete, Endrit Brejmllari në listën e hapur, që i duhet një numër i konsiderueshëm votash, dhe Romina Kuko kandidate në listën e mbyllur. Të tre janë personazhe shumë interesantë me ta. Përshëndetje, Landi. Kënaqësi që ju kam, unë të uroj suksese, më është bërë shumë qefi për këtë kandidaturë, për këtë përzgjedhje, por edhe që ju e pranuat, për arsyeën kryesore radh parë që jeni një vajzë e lindur rritur në Çorovod dhe përfaqësoni denjësisht veten tuaj sigurisht, por edhe familjen tuaj dhe tashmë si përfaqësuese e qytetit dhe e gjithë krajinës së Skraparit. Faleminderit, faleminderit. Zonja Jao, e para, pse e pranuat ftesën që ju bën dhe çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi që ju u erësuar? Por mungesa e përvojës në politik dhe fakti që ishte diçka e re për mua më bëri të hezitoja pak dhe ta mendoja në fillim. Më pas, duke marrë parasysh që profesioni im si mjeke më ka krijuar mundësi të komunikoj me njerëz të ndryshëm dhe jam munduar që vazhdimisht t'ju lehtësoj sa do pak vuajtjet e tyre, mendova, pse jo, pse mos të bëj diçka dhe unë për vendlindjen time, diçka më shumë për vendlindjen. Me Manigram asnjëherë nuk do zgënjeni. Zonja Jao, ka një perceptim që kur duhet futen të rinjt, shkon dikush, ju fton, ju bisedon, juve u kontaktoi i pari besoj drejtuesi i qarkut zoti Ervin Demo, ai erdhi dhe a ju dha një arsye të veçantë ai që pse ju zgjodhi pikërisht juve? Unë kontaktova me zotin Ervin në fillim me telefon dhe pastaj u takuam. Është drejtuesi i qarkut të Beratit. Direkt, domethënë, kur u takuam patëm një energji pozitive. Bisedat tona ishin shumë të lirshme. Tani arsyeja këtu është e thjeshtë. Unë gjithmonë kam votuar, kam qenë e majt, kam votuar për Partinë Socialiste. Dhe alternativa, domethënë e vetme është Partia Socialiste. Nëse kujtojmë të djeshmen, shohim të sotmen, kuptohet se nesërmja projektohet duke u mbështetur në projektin frymëzues të Partisë Socialiste. Është qeverisja e saj që ka ndryshuar fytyrën vendit përgjatë 12 viteve. Të afërmit tanë që jetojnë jashtë, sa herë vinë, ndjen të surprizuar nga ndryshimet në vendin tonë, por dinamikat tregojnë se duhet bërë gjithnjë dhe më shumë. Më mirë, mendoj se po i afrohemi realizimit të qëllimit për të bërë pjesë e familjes së madhe europiane. Dhe mendoj që kjo realizohet vetëm me qeverisjen e Partisë Socialiste. Ndaj mandati i 4 është i rëndësishëm për të gjithë shqiptarët. Ju thatë që jeni e majt dhe unë këtë pyetje kisha menduar që pse pikërisht u futën në politikë, po pse me Partinë Socialiste? A ka një arsye? Është domethënë të majtën e kam pasur në shpirt, kur i thonë Partia Socialiste, me atë kam qenë pavarësisht se kam ndjekur gjithmonë profesionin tim, por se po e tregoj tani votën për të votuar, kam votuar gjithmonë për Partinë Socialiste. Po pra, edhe trashëgimia e familjes. Tani vim te kjo trashëgimia e familjes, sepse unë këtu dua të ndal, se unë të njoh mirë.
Dikush mund të thotë që Enriqueta Yao është rishtare në politikë dhe ashtu është, je e re në politikë dhe tani është pjesa e futjes tuaj në politikë. Por ata që nuk ju njohin ose ju njohin pak, nuk e din që ti je pinjolle pasardhëse e një personalitetin në politikën shqiptare. Alia Lushani është një nga emrat më të rëndësishëm që kanë nxjerrë si produkt Skrapari, si mjek, si ministër i shëndetësisë për 5 vite, por edhe si politikan, si deputet dhe deputet me një zë të rëndësishëm dhe të fortë në vitin 1991, kur u rrëzua regjimi komunist dhe kaloi Shqipëria në atë tranzicionin dhe ai pati një kontribut të jashtëzakonshëm. Unë dua të di cila është lidhja juaj njëherë për ata që na ndjekin dhe nuk ju njohin ju. Cila është lidhja juaj me Alia Lushanin, se disa e njohin doktora Eliu për gjithë atë aktivitetin e tij, disa e njohin edhe si ministër, po edhe si politikan deputet në atë kohë. Tani unë si lidhje është kushëriri i Timeti, por njëkohësisht se edhe nënën unë e kam me origjinë nga Gjerpsi dhe është edhe kushëriri i mamit, domethënë nga ana e nënës. Pra e ke dy herë doktora Eliu, nga njëti fshat ku ai ka lindur në Gjerbës. Po, nga Gjerpsi. Jam krenare që jam pinjolle e asaj familje. Madje mendoj natyrshëm se jam duke ndjekur traditën, siç e thatë dhe juve. Familja Lushani ka tradit goxha në mjeksi, edhe në politik, siç është Xhaxhi Eliu, se unë ashtu i the. Po, Xhaxhi Eliu nuk vjen në diskutim kjo. A patë mundësi të komunikoj me doktor Alia Lushanin? Se ai nuk jeton në Shqipëri, ai jeton Po, është në Amerikë. Vetëm një mesazh urimi më dërgoi. Megjithatë do të kontaktoj sepse mendimi i tij është vlerë për mua. Se këto do të pyesja. Do konsultohesh me doktor Eliun për çështje të ndryshme? Patjetër. Që tani në fushat? Patjetër. Sepse mua më kujtohet zonja Yao që ai ka bërë në atë situatë të tensionuar në atë kohë kur bënte fushat, u fliste edhe atyre të partisë punës në atë kohë, që u bë Partia Socialiste, por edhe demokratëve i thoshte, "Ore, hajdeni bashkë te mitingjet e mia, te këto takimet e mia, mos u largoni ju demokratët." Dhe kjo ishte një nga më të veçantat fushatat asaj kohe. Ai ka qenë udhërfysi im që kur kam filluar fakultetin e mjekësisë. Po, nëse ti do vazhdosh ta kesh udhërfys, mbar do ta kesh në politikë pastaj. Faleminderit. Tani, tjetër një personazh tjetër që nuk është në politikë, po i familjes tënde që e ke shumë të afërt, është Ermonela Yao. Është motra e bashortit tuaj, e cila është diva e muzikës klasike botërore, diva botërore e muzikës klasike, dhe që s'ka nevojë ta prezantoj. Unë dua të di çfarë të tha Ermonela kur mësoj që ti u fute në politikë. Siç e tha dhe ju, Ermonela Yao është motra e bashortit tim, por është si motra ime. Ne komunikojmë shpesh. Këto kohë kam marrë shumë telefonata, shumë mesazhe nga ajo. Më inkurajon, sepse është një fushë e re për mua. Dhe më thot në për mesazhe, të citoj disa, ji vetvetja, mirësia dhe integriteti yt janë kartvizita jote, ji Enriqueta. Kështu nuk të tha në një Ermonela që ç'deshje që u fut në politikë, se në Shqipëri politika nuk të tha, Ja, ajo është luftarake, ajo i ka arritur ato suksese me luftë, jo me kështu, me sweet harmoni, i ka arritur me luftë. Kur do fillosh fushatën, se ti e ke filluar në fakt, je në Çorovod. Kontaktet e para, si të pritën aty në Çorovod? Tani si kandidate? Unë kam takuar kryetarin e bashkisë, Zotin Adriatik Mema? Adriatik Mema, kam takuar plot njerëz,
kam takuar dhe shokët e Timeti, shokët e vllait tim. Banor të ndryshëm, domethënë. Po, banor të ndryshëm. Çfarë kanë thënë Enriqueta? Më inkurajojnë, ke bërë mirë. Dhe më se po flas shumë, më premtojnë që do votojnë për Partinë Socialiste. Jo, ai perceptimi yt, zonja Jau, si ishte që kur shkove në Çorovod si kandidate për të parë, se gjithmonë ke shkuar si vajza e qytetit, si doktoresh, okay, po vajza e qytetit, erdhi Keti thoshin, tani erdhi kandidatja. Akoma nuk kanë filluar tamam këto, por besoj unë jam e njëjta. Nuk do ndryshoj. Jo, e kisha fjalën të perceptimit, e ajo që si e kanë pritur aty. Vajza e tyre. Tani vim te familja e vogël. Bashorti juaj Fatos Jau, që unë e kam mik vjetër, jam rritur me të, është i doktor i nderuar në Spitalin Ushtarak. Se ju jeni çift doktorësh aty te Spitali i Traumës. Tani Tosi çfarë tha, bëre mirë, futu, mos u fut, ç'na ngatron kot o grua, nuk tha njëherë kështu, ç'na fut në politikë o grua, tani jemi mirë kështu mjek. Të them të drejtën, ai ishte kryesori që të mbështeti? Po marr këtë rrugë. Po. Si gjithmonë ka qenë mbështetësi im. Gjithmonë gjatë viteve të jetës, edhe tani do më mbështesi. Është shoku im, krau im. Ju keni 2 fëmijë të mrekullueshëm, një vajzë që po arrin suksese në skenat botërore si pianiste dhe një djalë që edhe pse është i vogël ka një karrierë që merret me sportin, se bashorti yt Tosi është marrë dhe ai vetëm me sport. Ka luajt voleboll, edhe basketboll, por sidomos voleboll Tosi. Tani vajza dhe djali çfarë tha? Tani, fëmijët e mi janë 2 fëmijë të mrekullueshëm, ata po ndjekin ëndrat e tyre, dëshirat e tyre, siç e thatë vajza është pianiste, djali është maturant, vazhdon dhe basketbollin, janë mjaftueshëm të rritur që të jenë mbështetja ime dhe me të vërtet më kanë dhënë mbështetje. Se këto fillimet janë një çik jo intervista, jo si duhet flasësh, Paula, vajza është mësuar me intervista, i vetvetja dhe ajo më thot, mundohu t'jesh sa, nuk më thënë njep këshilla dhe ajo, është si mësuese dhe ajo për mua. Po normal. Po në Spitalin Ushtarak, se tani ti do lësh bluzën e bardhë atje, të vjen keq, zonja Jau? Tani profesioni im është një profesion që po e le. Të lë. Të lë. E ka thënë angazhimet e mia profesionale sa të kem mundësi do t'i vazhdoj. A do t'i vazhdoni? Sa të kem, domethënë po të më jepet mundësia do t'i vazhdoj. Megjithatë, po çfarë thanë aty në Spitalin Ushtarak, se ju jeni mjeke shumë i njohur, animatore, anesteziste në Spitalin e Traumës. Të thanë aty ç'na bëre moj Keti, si do ikësh moj? Të tha ndonjë koleg aty? Po. Un kam shumë kolegë të mirë, të mitë, sidomos e përmend shefja ime e reanimacionit që unë kam shoqe dhe motër. Kush është ajo? Regina Sturçe. Po. Ajo tha që më bëre që ike, megjithatë ju bëj qefi, domethënë, që po marr dhe këtë rrugtim, sepse duke çuar zërin tim në parlament, çoj dhe zërin e tyre. Ka marrë shumë urime në mesazhe në celular, në Instagram, në Facebook. Ju është bërë qefi shumë. Po ti thua, do përfaqësos dhe ata, keni një qëllim vet tani për tani se okay, do flasim për skraparin pak më vonë, po për mjekësinë, për bluzat e bardha, si duket ty, si është mjekësia sot? Tani që janë bërë arritje në fushën e mjekësisë, janë bërë. Sepse unë punoj për ditë, shikoj spitalet, është rritur fuqia diagnostikuese me aparatura dhe pajisje. Po? Mos të flasim për hotelerin, ka vend për të dëshiruar, por
mjekësia shqiptare ka arritje në këtë kohë. Do të çoj zërin tim, do bëj të pamundurën për të përfaqësuar sa më mirë bluzat e bardha. Nga gjithë karriera juaj në mjekësi, ju keni në një moment të veçantë që doni ta ndani me publikun që krenojni, që keni si arritjen tuaj më të madhe? Unë jam anesteziste dhe jetën e kam lidhur me sallën e operacionit. Nuk ka gëzim më të madh kur futesh në sallë, operon një fëmijë dhe më pas takon prindrit që janë të tensionuar si shkoi operacioni, si vajti, se operacioni është diçka që ka të papriturat e veta. Dhe kur del dhe i thuaj që fëmia jot doli domethënë operacioni shkoi me sukses, fëmia yt u zgjua, është shumë mirë dhe shikon gëzimin në sytë e tyre, s'ka gjë më të mrekullueshme. Tjetër gjë, ka pasur raste që anestezia është një deg aq e bukur, por dhe aq e vështirë. Është, si të thuash, punë sekondi që ndan jetën nga dekja. Kemi pasur raste të vështira që pacienti ka bërë dhe arrest kardiak, e kemi kthyer dhe kur kthehet, domethënë, nga vdekja dhe kur e shikon që pas një javë, 2 javësh del nga spitali, në jetë i gjallë, s'ka gëzim dhe s'ka lumturi më të madhe. Kto, domethënë. Tani, doktora Ilia Lushani thoshte që unë pacientët i kisha gjithë njësoj, po kur i pacienti ishte nga skrapari, e kisha qik një shumë. Tani ti, në vazhdimin e doktora Eliut, ke funksionuar? Është empatia, nuk e di, është empatia. Domethënë, sa marr vesh që dikush është nga skrapari, edhe bile filloj dhe bisedën, po nga je, po si je, po unë jam vetë bi nga skrapari, po e një filani, mos ki merak. Është empatia që ke për zonën tënde, për vendlindjen tënde, për njerëzit e tu të dashur. Doktor Keti, tani ata që na ndjekin do thonë, ja, 2 skrapalinj aty e bën grupin, do thonë. Vi tani te skrapari, se okej me skrapalin spitalin ushtarak. Zonja Jao, çfarë mendon ti që mund t'i bësh asaj zone? Se që ka disa probleme tani ne duhet i themi hapur. Ajo kryesoreve është ajo rruga. Sigurisht që ti tani nuk do futesh, do bësh deputete dhe direkt do bësh rrugën, se ti je re, je rishtare, por unë do doja që a ka në informacionet e tua, ka një projekt, a ka diçka qeveria dhe kjo majorancë nëse fiton mandatin e 4 për atë rrugën e famshme që u bë, domethënë, histori legjend? Tani, Skrapari është një zonë me natyrë të pasur dhe të veçantë. U ka vend për zhvillimin e turizmit malor dhe forma të tjera të alternativ të turizmit. Janë këto produktet bio, blektorale, kemi kanionet sa për... Bravo, kanionet, malin e Tomorit, ka tradit të çmuar në kulturë, demirin e Gjerpsit, në artizanat, në kulinariet të tjera. Po, domethënë, këto ja vlen domethënë që të jetosh, të kthehesh në Skrapar dhe të marrësh më të mirat për vendin tënd. Por mendoj domethënë që për të shijuar këto të mira duhet të përmirësohen mundësitë e komunikimit. Në mundësitë e komunikimit unë kam parasysh rruga. Rrugat janë arterjet lëvizjeve dhe lëvizja për mua është zhvillim, është mirëqenie. Dëshiroj ose është e domosdoshme që të bëhet Skrapari mos të mbetet si xhep,
por të bëhet lidhja me Korçën, me Përmetin dhe dëshiroj që të realizohet rruga në qoftë se ti e realizon këtë, zënja Jao, do pinë dollinën skrapar me gotë ujë, do ta pinë dollinë për ty. Fjala më zhdon. Të zhdon fjala. Atëherë ti po jep një si arish, në qoftë se të zhdon fjala që ajo rrugë do bëhet, Berat Çorovod dhe Çorovod Përmet, besoj, do me thënë, në 2026, si është shpremtuar, do bëhet rruga Berat, Skrapar, Vidhkuq. Berat, Skrapar, Vidhkuq, Skrapar, Vidhkuq. Do në këtej nga pjesa, do kalohet nga pjesa e Gjerpsit? Besoj. Kështu i bje. Po kjo është një lajm i azakonshëm, atëre unë po të isha në Çorovod banor, se kemi ikur tani, kemi lënë Çorovodën, unë nuk e teproj të them që do votoja për ty në qoftë se ishte ky premtimi. Faleminderit, por do mundohem që ti mbaj premtimet. Okej, a ke një mesazh, zënja Jao, për gjithë votuesit e tu, elektoratin tënd, se okej, ti je në qarkun e Beratit, po specifikisht je identifikuar me Skraparin. Megjithëse Skrapar lindja të shpërndarë në qarkun e Beratit, dhe ka dhe në Berat, ka dhe në Kuçov, nuk është vetëm Skrapari me Skrapalin. Keni një mesazh të veçantë? Mesazhi im është votoni për Partinë Socialiste, sepse vetëm në qeverisjen e Partisë Socialiste do të realizohet qëllimi kryesor, futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe thuaj që të votojnë dhe ty, se ti e ke vendin e sigurt, po gjithsesi aty do shikosh se sa mbështetje ke. Patjetër, unë kur kërkoj votën për Partinë Socialiste, kërkoj të votën dhe për mua. Tani, atyre, okej, se harrova një gjë te familja jote në Çorovod, si të pritën vllai, nëna, si të pritën? Prindrit më kanë të dy, i kam humbur. Se babi, unë di përpara 2 vjetësh mos gaboj? Po, përpara 2 vjetësh, mami më përpara. Më përpara, 4 nuk e dia, ngushëllimet e mia. Atëherë po të pyes se si të priti vllai, Fredi, i famshëm. Mirë. Është gëzuar, mirë. Unë, kur kam ardhur, se sa herë vi në Çorovod, unë shkoj te prindrit në fillim, dhe marr bekimin e tyre, pavarësisht se atje nuk... Edhe di shumë mirë që e kam bekimin e të dy prindërve. Këtë e the nga të gjitha fjalit që ke folur në këtë intervistë, zonja Jao, kjo që je bekuar nga prindrit është gjë më e bukur që ke thënë në gjithë këtë. Dhe unë nuk do të pyes më, po e lë atë si sherbetin e baklavas në Skrapar dhe kaq, domethënë ti ke marr bekimin e prindërve, them që mjafton kjo. Faleminderit. Zonja Jao, unë të falenderoj në këtë intervistën tënde të parë, se ajo me kryeministin nuk quhet intervistë, ajo quhet aty, është mbledhje e partisë ajo. Intervistë është kjo. Kjo është intervistë e parë. Unë të uroj suksese. Faleminderit. Jam i bindur që ti do bësh atë që ke ti mundësi të bësh për Skraparin dhe jam i bindur që ajo zona aty do krenohet me atë që ti do t'i japësh, sepse e përfaqëson më së miri atë zonë. Faleminderit shumë, Landi. Faleminderit dhe për fjalët e ngrohta që ke thënë. Mirupafshim dhe suksese. Faleminderit, mirupafshim. Kthehemi në studio me një personazh tjetër. Nuk është prerë të parë, nuk është rishtar, nuk është madje ka goxha probleme dhe gjëra për treguar për politikën. Endrit Brahimllari, kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Endrit, si je? Po shkruaja pyetjet, në fillim shkruaja kandidat i Partisë Lirisë në Tiranë. Pastaj e fshiva e shkruaja Partisë Socialiste. Ore, si e ke pëson ti? E para tani më është e qartë që un kam më shumë se 1 vit që nuk angazhohesha më. Që ke bërë dhe i qetë pa le. S'ke qenë kaq i qetë, ti je vulkanore. Ti e bërë kaq i qetë. Të bën pse të qetë. Jo, po situata është e tillë që un kam gati më shumë se 1 vit që kam shkëputur marrëdhënie dhe jam larguar nga partia në cilën aderoj. Tani kam filluar një rrugtim të ri dhe jam bashkuar Partisë Socialiste pikërisht
duke parë disa zhvillime pozitive në gjykimin tim që kjo parti ka ndërmarrë për sa i përket zgjedhjeve 11 majit, duke filluar që nga rigjenerimi, po themi, i kësaj partie, i strukturave dhe i po themi listës për deputet. Po të shikojmë tek kandidatët e Partisë Socialiste, kemi një ekip të ri, plus që aspirata për të çuar vendin drejt Bashkimit Evropian është një aspiratë cila kërkon mbështetjen mendoj unë nga të gjithë. Zoti Brejmllari, unë e vlerësoj në kuptimin kështu që çdo njeri është i lirë të bëjë zgjedhjen e vet, se ti mund të kesh sukses, dhe unë të uroj të kesh sukses, po edhe mund të dështosh. Dhe këto janë sfida në politikë, për më tepër në politikë. Sa vjet keni në politikë, se unë më mend që të vogël fare. 19. Çfarë thumë, po sa vjet që ti? 36. Po se sa vjet ke hyrë ti në 17 e bie. 17 vjet ke hyrë në politikë në LSI? 17 vjet. Wow, po çfarë bëhet ti 17 vjeç në LSI? Me çka ke nisur në LSI? Unë besoj që unë vi nga një profil që ka të bëjë kryesisht me atë që ne në politikë e quajmë nga, po themi, nga baza e partisë, nga organizimi, nga funksionimi. Jo, e kanë fjalën kur e ke nisur me këto organizime. Sigurisht, në Amerikë thonë unë e nisa karrierën duke ngjitur afishet mure. Ajo aty nis karrierën. E kanë fjalën që është karriera natyrale, domethënë ngjitje natyrale, por sot bëjmë pyetje reale kështu të drejtë për drejtë, edhe dua kështu të drejtë për drejtë. Të vjen keq që nuk je në Partinë e Lirisë. Para unë nuk dua të flas për të shkuarën time, sepse tani më ajo është mbyllur dhe është mbyllur, ta thash, për më shumë se një vit. Jam fokusuar tek e ardhmja, jam fokusuar tek agjenda europiane e Shqipërisë, dhe duhet të jap kontributin tim maksimal që Shqipëria të vazhdojë rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian, me qëllim që fëmijët tanë, prindit tanë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ajo çka është sot më e rëndësishme ka të bëjë me një energji pozitive që duhet dominojë në vend. Energji e cila duhet na karakterizojë nga një vendimarrje ku në thelb ka lirinë. Çdo person është i lirë të marrë vendimet e tij dhe të bëhet pjesë e një aksioni politik. Unë zgjolla pikërisht në këtë moment pasi mesazhet publike që po vinin nga Partia Socialiste prej shumë kohësh ishin mesazhe shumë të qarta, gjenerat e re, Bashkimi Evropian, dhe janë pikërisht këto mesazhe mbi të cilën unë kam nisur karrierën time politike dhe janë këto mesazhe mbi të cilët unë kam punuar prej vitesh. Ti je i ri, nuk je i vjetë tani, se po do të thënë pavarësisht se ke 19 vjet, po kështu je i ri fare, nuk ti futesh te gjenerata e re. Por çfarë pret e para një unë prisja që ti ishe kandidat për deputet, por në Korçë. Pse në Tiranë dhe jo në Korçë? Është një zgjedhje e strukturave të Partisë Socialiste për qenë në Tiranë. Po? Për të dhënë kontributin tim në Tiranë, unë vërtet kam kandiduar në Korçë, kam mbuluar shumë. Ti ke qenë në Korçë, po pra, dhe qarkun e Korçës, por gjithë aktiviteti im politik është i fokusuar në Tiranë. Kështu që unë do jap kontributin tim. Mirë, ti je figurë qendrore do jap kontributin tim me qëllim që të fitoj ekipi. I gjithë angazhimi im në këtë zgjedhje nuk ka të bëjë me emrin tim individual. Po pra, se këtë duhet. Ti je në listat e hapura, nuk je në listat e mbyllura. Po. Të duhet. Sa është numri i votave që duhet për të marrë mandatin? Për mua nuk ka rëndësi numri. Po jo, sa është thjesht ta dim, për ta ditur. Nuk e bëjmë dot sepse ajo është me një vot më shumë me merr tjetër, nuk ka lidhje. Ajo duhet parë rezultatin në total. Por për mua e rëndësishme është i shërbej ekipit. Unë do jap kontributin maksimal në fitoren e ekipit. Ajo çka mua më ka karakterizuar prej vitesh në politikë ka qenë fryma e bashkëpunimit, puna në ekip dhe çuara gjërave përpara. Duhet kuptojmë gjithçka që në politikë, jo gjithçka që ti pretendon se mund të arrish, po themin sa i përket karrierës tënde realizohet, sepse politika është sfida, çka that ju. Ti mund pretendosh se mund të kesh një mbështetje shumë të gjerë, po ndoshta mbështetja nuk është aq e gjerë. Dhe ti duhet që të punosh shumë. Ajo çka unë gjykoj që është më e rëndësishme në këtë moment është që gjithësini nga ne të japë një kontribut maksimal me qëllim që të fitojë ekipi. Sot angazhimi ynë, por dhe përvoja jonë politikët duhet shkoj e tëra drejt Bashkimit Evropian, duhet shkoj e tëra drejt një rrugë. Tani pavajtur te Bashkimi Evropian, rrim te ky bashkimi shqiptar këtu. Si të pritën? Tani ti ke kontaktet, s'ka nevojë të filloj fushata. Si të pritën? Unë besoj unë jam i qendrës së majt. Shumë mirë më kanë pritur sepse
Jo, si të pritën njerëzit që ti njeh ka fjalën, sepse tani ti je thash pra, unë jam i qendrës së Majt, njerëzit e mi vinë nga kjo fash, qendrës së Majt. Kështu që jo, mund të vinë nga kjo fash, po flas individi, sepse ata ti u ke kërkuar dhe do i kërkosh votën Endrit Brajmllari. Unë besoj që mbështetja që unë kam pas ndër vite ka qenë pikërisht këtyre qytetarëve të cilët përfaqësojnë këtë fash. Por nga ana tjetër, besoj që politika duhet ndërtohet mbi bazën dhe të asaj çka përfaqëson individi. Pra gjithmonë do të shikojmë politikën si çështje ideologjie. Ideologjia është shumë e rëndësishme për një parti politike, përcakton një fash të caktuar qytetarësh, pra një ideologji e cila mbi bazën e saj ndërtohet një program, por unë besoj që individi, marrëdhënia me njerëzit është ajo cila e bën një politikan të jetë i suksesshëm dhe të jetë gjithmonë konkurrues, të jetë gjithmonë aktiv. Unë parimin tim kryesor në politikë kam pas marrëdhënie me qytetarët, kam pas marrëdhëniet me njerëzit. Je bëri rafinuar tani, nuk je më naft bruto tani. Ju keni përballë një person që ka kërkuar votë në një koalicion, djallë dhe një koalicion të Majt. Po pra, unë këtë të thash në fillim dhe ti ndaj po them që nga eksperiencët e mia ndër vite, thelbi që ndronte individi, te marrëdhënia që ndërton individi me qytetarët. Më lë të riformuloj pyetjen. Ke bërë koalicion me PD-n, duke qenë në LSI, ke bërë koalicion me PS-n, duke qenë në LSI, tani shkove në PS. Tani këto tre momentet. Si i vlerëson? Kush është më i miri? Unë besoj që bashkëpunimi me Për ata që se di në 2009-ën, bashkëpunimi i LSI-s me PD-n, dhe në zgjedhjet e fundit. Në 2013-ën me LSI-s me PS-n, dhe tani në 2025-ën je all inclusive. Unë besoj që bashkëpunimi me Partinë Demokratike, sado që mund të ketë qenë një vullnet pozitiv i drejtuesve për pas një koalicion, ka qenë sfilice për bazën poshtë. Baza nuk ngjit kur. Atëherë s'është kështu ti ndrit. Kur këtë bësh, ndoshta mund të riktheni deklaratat e mia për sa i përket kësaj çështje dhe mund ta shikoni kam thënë apo s'kam thënë kështu për sa i përket bazës dhe çështjes që ka të bëjë me qytetarët. Ka qenë sfilica dhe këtë e din gjithë. Pra, është shumë e vështirë. Në 2009. Po e them që për te vullnetit pozitiv të leadershipit. Po në 2009 gjithmonë. 2009 dhe zgjedhjet e fundit lokale të 2000. Po jo, 2009 që ishte në pushtet, pushteti qendror, se ajo ishte më e rëndësishme ndrit. Ishte eksperienca e parë e një bashkëpunimi, po e them edhe një herë që për te vullnetit pozitiv që mund të ketë pas leadershipi, bashkëpunimi poshtë i një nuk ishte natyral së Majt me një nuk është natyral, ishte sfilicë. Po 2013 ishte sforcuar për sa po 2013 angazhimit. Besoj mund të shikoni rezultatin e 2013-s. Rezultati tregon qartë që ka qenë një ngjitje natyrale. Po pse i ky pse? Nuk është vendim që ka marrur. S'e jete. Atë s'do në kund. Prandaj 2017 abia më e madhe Endrit Brajmllari ishte çpati LSI-ja që iku nga koalicion. Ti kuptove gjithë çfarë ndodhi? Prandaj një politikan e kultivon eksperjenca. Kam qenë jo me eksperiencë që kam tani. Ti ke qenë sekretari i përgjithshëm. Po pra, nuk kam pas këtë eksperiencë politike që kam tani. Edhe këtë e pranoj. Po ti ishe me këtë eksperiencë tani, ç'do bëhen në 2017? Do të vazhdoj një koalicion të Majt. Patjetër. Domethënë nuk do vazhdoje, nuk do largohesh nga koalicioni këtë. Absolutisht. Po dhe besoj që është 80% asaj që mund të kërkonte edhe baza e partisë në kohë. Domethënë ti thuaj që baza njerëzit e kërkonin vazhdimin e koalicionit. Je i sigurt për këtë? Shumë i sigurt. Shumë i sigurt, ë? Po atëherë çfarë do? Pse e bëri? Tani kjo është një gjë që për këtë shkuar, nuk duhet të ndalen te kjo. Unë do të flas për të ardhmen. Unë po jap opinionin dhe mendimin tim për këtë situatë. Këtë podcast i Tiranës, po jo, nuk mund të flas. Sa atje ishte shumë pozitiv. Po pikërisht po unë pozitiv natyral. Jo, unë të respektoj shumë dhe ti e di se çfarë vlerësimi kam për ty. Kur dalim nga dera, unë të kam mik, të kam shok, po këtu ti këtu s'jam pozitiv. Unë ta thash shumë qartë që bashkëpunimi me një forcë të djathtë për te dëshirës së leadershipit është sfilice për bazën poshtë, nuk është natyrale. Bashkëpunimi i së Majtës ka qenë natyrale dhe ka treguar rezultati. Tani kjo gjë është e vërtetuar, nuk ke pse më. Nuk i the njëri limeca teori. Çfarë bën? Unë mendoj që sot më rëndësishme është që të fokusojmë energjitë tek gjenerata e re dhe jo, di pse po këmbulun te kjo pyetje? Sepse do ishin gjëra ndryshe. Këtu e kam fjalën. Okej. Unë pikërisht se unë zgjolla këtë rrugë pikërisht për këtë arsye. Tani kam një pyetje, ju përmendët listën e Tiranës. Më bën përshtypje që ka shumë nga Bashkia e Tiranës aty. Aty është kryetari i Këshillit Bashkiak, që pavarësisht është në Korçë, po është pothuajse deputet e sigurt. Aty është nën kryetari i Bashkisë në Tiranë, kandidat për deputet. Aty janë disa antarë të Këshillit Bashkiak. Është ju Alit Valteri e disa tjerë, mos gaboj.
aty ka dhe kryetar të njësive, Florian Pullazi, tani, ç'është ky numër kaq i madh të njerëzve të bashkisë, ose dhe drejtorat të Bashkisë Tiranës, në listën e kandidatëve të Tiranës? Domethënë, kërcet kjo pako, Indrit? Unë besoj ekipi që ka përpunuar apo ka rekorduar listat për deputet ka menduar fitoret. Dhe ajo listë është bërë për të fituar. Fatkeqësisht nuk ndodh shumë kampin tjetër. Do të pyes për kampin tjetër, po prit të them pra kalkulimi. Po jo, ju thoni shqyrë nëse është kampi tjetër. Kalkulimi i një listë të tjetër është bërë në funksion të fitores. Dhe jep siguri për qytetarin, siguri për votuesin që të shkojë drejt fitores. Dhe është e qartë. Dhe një fitore bindëse. Sepse ju e shikoni që në listat e mbyllura janë ju është dhënë mundësia gjeneratës së re. Pra, ju e shikoni që personazhe shumë të rëndësishëm të Partisë Socialiste janë në listat e hapura, do punojnë për të mbarë mbështetjen e vet qytetare, sepse gjithmonë kanë pas mbështetje shumë të madhe. Po mirë, Rama, pse se vendosi emrin te lista e hapur? Po do opinionin tim personal, do shkonin gjithë votat për Edi Rama, do diçin tjerët. Ziçë gara e drejtë. Ky është problem teknik e ke fjalë. Ky është mendimi personal, nuk është se. Jo, po ti je një mirë atë terrenin aty, ti nuk e thua kot. Sekretari i partisë do jetë, i cili do partia, do jetë në listë hapur. Do t'i japin të gjithë aty votat. Patjetër nuk ka konkurrencë. Po, mirë, kjo është rëndësishme se ti je këtë, di, nëse aty, duke qenë aty çfarë ndodh? Është një listë punuar për të fituar. Jo, çfarë ndodh? Si shpërndahen votat e kanë fjalën? Votat, unë besoj që votat shpërndahen tek gjithë kandidatët, mbi peshën më të madhe që kanë elektorale. Ajo është një parti e madhe, një parti e cila është organizuar, tani më atë e dinë të gjithë që Partia Socialiste është organizuar. Dhe mendoj që lista është menduar në atë mënyrë për të cilë fitoren e Partisë Socialiste dhe besoj që është një përzgjedhje shumë pozitive, duke e parë dhe nga jashtë atë listë, pra është ruajtur një kombinim i gjeneratës së 2009 me gjeneratën e re. Ju shikoni që shumë të rinj janë në listë të mbyllur, për shembull në Tiranë në listë të mbyllur është Erion Male, një pedagog, një djalë i jashtëzakonshëm, pozitiv, i cili do të jetë deputet në parlamentin. Edhe ajo vajza Gjuzi. Edhe Gjuzi, e cila profesion Kavajon. E bëri kështu, e tha dhe vetë ajo që më priu tha fati, tha vetëm tha për një gjë tha që. Ju jeni gazetari i vjetër dhe ju dini shumë mirë që dalet e para publike kanë ato kostot e veta, por e rëndësishme është që gjatë rrugës të përmirësohet. Dhe besoj që është një ekip i konsoliduar dhe është një dëshirë. S'ke bërë një muf kështu ti në daljet e tua të para. Nuk e qenë jashtëzakonshëm, nuk e qenë si tani, po muf nuk i lëshuar, a? Sepse unë vije nga një forcë e tretë që punonim shumë për të mbajtur rezultatin, realisht. Duke qenë se punonim shumë, ishim shumë kujdesshëm në deklaratat publike, në terren, është histori tjetër ajo. Tani ju thatë që por është një dëshirë qartazi e kryeministit Rama për të pasur një kombinim gjeneratash dhe për të pasur nesër një parlament me një gjenerat të re. Pra, po them logjikisht ka dhënë mesazhin që atë çka unë kam në dorë, brenda partisë time ta bëj, po e bëj. Po që në parlament, figurat të reja. Drejt për drejt, pra nga lista e mbyllur. Qartë, juve ju ftoi Partia Socialiste, ju ftoi zonja Manasiliu apo zoti Rama? Unë kam pas një komunikim publik, kam pas kontakt për t'u angazhuar, nuk kam pas kontakt, nuk ka qenë, po themi, ideja e përfshirjes. Je vetë ofruar apo të kanë kërkuar? Unë jam e thash kam një vit që nuk angazhohesh politikisht. Po e di se të kam marrë 100 herë për intervistë ke thënë nuk flas. Nuk flas sepse ishin situata e tillë dhe nuk mundet të hyja në një debat i cili nuk i shërben askujt. Po pra, po tani të bërë ofertë? Jo, ka qenë dëshira ime për të qenë pjesë e strukturave. Je vetë afruar. Ja angazhimi tim në Partinë Socialiste. Ka qenë dëshira ime. E kuptova. Tani. Domethënë ç'ka ndodhur? T'jem korrekt. Po patjetër. Ka dy modele në këtë zgjedhje. Dhe qartë ka dy modele. Modeli i një partie të majtë që është Partia Socialiste, po, dhe modeli i një partie të djathtë që është Partia Demokratike. Po, mundësia dhe hapësira për të përfshirë në politik i një personi që nuk është angazhuar në politik, qartazi është tek Partia Socialiste, sepse unë nuk isha angazhuar në politik, isha larguar nga politika. Pra nga një vit. Po. Pra qartazi pse? Sepse ka dëshirë dhe vullnet kryetares së partie, kryeministri Rama, por të përfshirë element të ri në atë parti. Qoftë në listat e mbyllura për deputet, qoftë në listat e hapura, por pastaj dhe figura të tjera për të vazhduar jetën e vet politike. Kurse nga krahu tjetër ju shikoni që ka një përpjekje për të mbyllur listat tek disa personazhe që kanë shumë vite që japin në
kontribut në do të pyes për PD-n. Pra, në këtë situatë qartë, jo unë që jam i majtë, unë isha të qartë që në fillim, unë isha i vendosur që në fillim, pra unë që momentin që vendosa të jap dorëheqje nga strukturat e partisë në cilën aderoja dhe mos angazhohesha më politikisht në ato struktura. Dhe dorëheqjen do të përjashtuar. Unë kam dhënë dorëheqjen, nuk kam përjashtuar. Nuk të kam përjashtuar. Jo, unë kam dhënë dorëheqjen në mos gaboj 16 prill viti që shkoi. Një vit. Po, ka thosë një vit. Kam dhënë dorëheqjen nga struktura drejtuese e partie, prita që situata të reflektonte, aty nuk u reflektua asnjë gjë nga ato çka unë mendoja. Po pse do dorëheqje ti? Ti thua që njëri. Po thoja që midis dy alternative, Partia Socialiste ka shansin që të përfshijë sa më shumë të rinj në këto momente, për shkak të vizionit vetë që ka për gjeneratën e re, për parti të re dhe për Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Ju përmendet, ju lutem regjia listën e Tiranës, ju përmendet disa emra në listën e Tiranës, por sigurisht nuk do bëhen gjithë deputet. Tani se ju jeni në thojza usta i zgjedhjeve, sa zgjedhje keni menaxhuar zoti Bremllari? 10. 10 zgjedhje. Kjo është e 10. 36 vjeç e 10 zgjedhje. Ju lutem regjia listën e Tiranës, tani gjithë nuk do bëhen deputet aty. Aty rëndësishme të fitojë ekipi. Dhe unë mendoj që besoj kjo është suksesi i asaj përzgjedhje. Pse ti vetë nuk do të bësh deputet? Tani kur hyni garë, jo, kur hyni garë. Ora ja futur për deputet apo jo? Prit. Kur hyni garë hyn për të fituar. Nuk ka një person që hyn garë për të humbur. Po, për të bërë deputet. Por e rëndësishme është çdo person që është i përfshirë të japi kontribut në fitoren e ekipit. Ekipi ka shumë më rëndësi se individi. Po të marrësh analizën e tim, unë kam hyrë 2 muajt e fundit në fushat të drejt për drejt. Pra dhe duhet kap një ritëm që shumë individat e parti kanë punuar prej kohësh me zona etj me radhë. Pra, unë nuk e kam fokusin tek. Ti ke zonë të veçantë? Jo, nuk kam zonë. Unë nuk e kam fokusin tek emërim personal, pra tek ndryshim, kam fokusin të jap kontribut maksimal në fitoren e ekipit dhe do bëj maksimumin për të fituar ekipin. Në Tiranë do dorëheqen Petrokoçi. Po. Dhe madje edhe Erion Braçe gati edhe akoma duket sikur se kam dhënë, po do ta jap, po edhe mund mos e jap. Kështu është Erioni në këtë moment. Dhe më vjen keq që iki figura të tilla si Petrokoçi, si Erion Braçe. Po aty tani te lista e hapur, zoti Bremllari, ke Paneli Majkon, ke Mimi Kodhelin, ke Erben Plumbin, janë pesha të rënda për të listë. Tani nga 12 që janë të sigurt këta, ata ja po themi 20 merr synimi që ka PS, se ata nuk e dinë se sa merr, ja po themi 8. Po kush do bëhet më përpara aty, deputet? Po ju afashë pak më parë që në një ekip e rëndësishme është fitorja e ekipit. Nuk është e rëndësishme. Prandaj të ka zgjedhur Rama aty. Jo, po është sinqert. Ti flet për PS, nuk flet për po është sinqert që po them, se po është e vërtet, nuk mundet unë kam shumë sinqert, edhe pse shumë njerëz mund të më atakojnë për këtë lëvizje që kam bërë. Unë nuk kam shkuar aty për përfituar personalisht, për bërë një marrëveshje personale. Absolutisht, sepse unë jam, po themi, kam karrierë politike, unë njoh shumë si funksionon një parti politike. Duhen vite, duhen kontributi të ish pjesë e kësaj organizate. Dhe është normale. Aty ka personazhe që kanë punuar që në thënjishin. Si përgjigjesh atyre? Në këtë situatë duhet koha e nevojshme, duhet puna, duhet kontributi, duhet dhe besimi. Do të thotë nëse ti nuk zgjidhesh deputet, çfarë ndodh? Do vazhdoj të jap kontributin tim për ekipin. Për Partinë Socialiste. Patjetër, për ekipin. Kam premtuar në një post, në një detyrë, në një drejtor, në një. Besoj edhe në podcastin e vet, kryeministri Sjari Qartazi që kur ma solli Ogerta emrin, tha Endritin nuk kërkon asnjë gjë, thjesht nuk do që të paragjykohet. Kaq. Unë nuk kam kapur pjesë. Unë nuk kam. Po ma thoj këtu këtë lëre atë mbledhjen atje, se ai podcasti është i partisë, është i qeverisë. Po, e tha vetë kryeministri Qartazi. Po mirë pa, do të thonë ti po thuaj që ti nuk e ke kërkuar asgjë, as zonjës Manasiliu, as zotit Rama? Unë s'kam kërkuar aty ku kanë kontribuar 19 vite, të kërkoj këtu që kam 2 muaj, 3 muaj. Po aty çfarë morë ti te partia TLS-ja? Patjetër unë jam bërë disa herë, jam bërë deputet disa herë antar Këshillit Bashkak, veç vlerësim dhe i vlerësoj. Sa herë deputet? Një herë deputet, por zonë antar Këshillit Bashkak. Por jam zgjedhur deputet në Kavaj dhe kam nxjerr Bashkinë e Kavajës për LSI me ekipin në kod Kavajës nga Bashkia e fundit e Qarkut në Bashkinë e dytë të Qarkut. Atëherë doli Vora e para. Ky suksesi yt më i madh? Atëherë doli. Në politikë? Jo, është sukses në 2013 kur mbuluaj 103 dhe dola i parë në Tiranë për LSI në 2013. Shikoni rezultatet. Tani si përgjigjesh atyre zoti Bremllari që të thonë tradhtar? Nuk jam shumë i qetë. Pse? Sepse nuk kam tradhuar kërkënd.
nuk kam pas qëllim të rrafoj, kam bërë detyrën time në front, ku mbuloja detyrat në atë parti që aderoja, I kam bërë më së miri detyrat e mia. Kush më njeh nga miqtë e mi, shokët e mi di shumë mirë sa I përkushtuar kam qenë punë. Unë ndoshta kjo nuk është përvlerësuar vetëm për unë 20 ditën e 6:30 mëngjesit. Dhe kur tjerë mund dalin në orën 9:10 nga shtëpia, unë kam marrë 80% punëve. Bashkë kemi komunikuar shumë në telefon kur ti drejtoje një emision tjetër, unë kam që gjithë kohës në lëvizje. Pra unë kam dhënë kontributin maksimal, nuk kam asnjë lloj merakus, nuk kam tradhuar kërkën. Nuk e tradhuar s'ka. Kam asnjë lloj meraku për këtë çështje, sepse jam I pastër në këtë histori. Unë tani po shikoj nga e ardhmja. Pra, nuk dua të merrem me të shkuarën time për një arsye, sepse e shkuara ime, ku unë bëja pjesë e zgjolli vetë atë rrugë, nuk e përcaktova. Si e prite, si e perceptove, si e përjetove momentin kur ish presidenti dhe kryetari I Partisë Lirisë, presidenti I Partisë Lirisë Ilir Meta u arrestua? Unë besoj që çdo qytetar nuk ndihet mirë kur arrestohet një person. Ma këtu në Shqipëri lere tani. Pra, unë nuk hyj ato persona që ndjejmë kënaqësi kur arrestohet dikush. Domethënë unë I them shpesh kolegëve të mi, unë kam 2 parime, spitalin dhe burgu mos ja uro kërkujt. Kështu që sigurisht nuk jam ndjer mirë. Dhe nuk do ndjehem mirë I ke çuar mesazh? Nuk kam pas komunikim për një kohë shumë gjatë, kështu që është mbyllë emër tani. Po, a bie është se zoti Meta u prashtoi, do të thënë, uoqi e themin e gazetarët, edhe juve po edhe zonjën kryemalli, sepse me atë madje bëri dhe divorcin e një kurore prej shumë vitesh. Tani zonja kryemalli po bën një lloj fushate për zotin Meta, sepse ish kandidat. Ç'a ndodhi tani se zoti Meta ju vuri në blok ty dhe zonjën kryemalli bashk. Tani në fakt ju rezultoni që s'qeni bashk. Tregon që zgjedhja ime ka qenë e dur. Kaq, unë nuk kam asnjë koment për shkuarën time. Mos prisni që ndrit Brajmëllari të jeti balt për 19 vite kontribut. Nuk dëgjoni kurrë. Jo, unë nuk e presoj që ti të hedhësh balt. Jo të ato persona që kanë themeluar parti, po edhe këto rishtarët që janë tani që bëjnë si lider. As te këto. Për Tedi Blushën ke këtë rishtarët që bëjnë si lider? Jo, se kam. Po për Tedi Blushën ke, për çka ke, për mua ke? Jo, po them që unë mos pretendoj që unë të hedh balt. Për shkuarën time. Nuk hedh balt. Po e the kështu rishtarë e the më. Po prap, thash nuk hedh balt për ato që kam punuar ndër vite, kam qenë pjesë e një ekipi, jo për as për rishtarët, pra nuk merrem me këtë histori. Është e mbyllur e epokë për mua. Tani më shpjegon pra thashë pak më parë, kur unë kam vendosur të zgjedh këtë rrugë, kam qenë I vendosur dhe I qartë. Dhe koha do më japi drejt, po më jep drejt. Më shpjegon ana teknike këta të bashkisë dhe duke të futur edhe ty të Tiranës, si funksionon nëse marrin mandatin ose jo? Fjala vjen zonja Kuko, se unë do ta kem mbas teje në intervistë. Po edhe ti si antar këshillit bashkiak. Është e qartë siç ndodhi me mua, kryetari, siç ndodhi me mua në 2017, dorëzova mandatin e këshilltarit, e merr lista pasardhëse dhe merr mandatin e deputetit. Domethënë, nëse ti merr, domethënë tani nuk e dhën ndryq. Jo, unë jam jo, e kam bërë një gabim jetën time, që prapë s'kisha eksperiencën e dur kur lash mandatet. Që mos pretendoni që 2017. Po. 2018. Jo, 8 në shkurt të 2018-s. Në shkurt 2018-s. E kam bërë një gabim, në të mendon. E kam bërë një gabim atëherë dhe nuk ka shanse që unë të. S'fole në mbledhjen e kryesisë, e di unë se çka ka ashtu aty. E bët Çezai Rogën, e sulmuat Çezai Rogën dhe nuk merr veshin thotë. Prandaj politika nuk është. Se kanë bërë shkrim për atë gjë, është turp. Prandaj politika nuk është më lexuar, por është eksperiencë. Dhe mëson nga gabimet. Kush do bëj shumë e mirë? Ilir Meta apo Monika Kryemalli? Nuk marr përsipër për ta analizoj një situatë tillë. Tani mos rrshkit kështu e ndrit. Nuk ke marr përsipër për ta analizoj këtë situatë. Sinqerisht nuk ke marr përsipër. Tani Edi Rama kërkon mandatin e 4. Për çfarë do mandatin e 4 Edi Rama? Për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, është shumë e qartë. Tani unë nuk jam kështu. Logjikisht nuk jam student gazetari. Le ta them unë. Si e mendoj unë? Logjikisht është shumë. Pa pasur gjë për studentë e mi që I dua shumë, se mos më mërzitet në student. Student gazetaria do të thonë që jem fillim. Tani mandati 4 thonë ju Bashkimin Evropian. Logjikisht. Tu s'ka një liri more. Logjikisht është shumë e pastër. Pra, do të çojë përpara agjendën që ka për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, por ka dhe një mision tjetër, që po fut gjeneratën e re politik. Po të vjetrit?
Aty janë pjesa më e madhe, po punojnë me njëri tjetrin në ekip. Ku pjesa më e madhe s'ka, vetëm Pandeli Majko dhe aty dhe më mbadha një herë në gjithë. Unë mendoj që janë gjithë, janë bashkuar, janë konsoliduar. Madje unë kështu kam parë, unë dëgjoj se kam bashkëpunuar me Partinë Socialiste në Shkuarën, po, dhe e di shumë mirë. Edhe ne kur aderonin diku në forcë tjetër thoshim që do përçaren, por ato janë më të bashkuar se kur. Këtë ta keni qartë, domethënë, shumë e vështirë që të përçaren. Ku ndryshon çfarë lloj kryeministi, çfarë lloj kryetari është Edi Rama? Unë po marr në analizë vetëm arsyen e marrjes së vendimit tim. Po. E para duhet kuptojmë diçka që guximi i tij për të çuar një gjenerat të re në parlament. Po. Në një parti ku i ka dhënë shansin dhe mundësinë të rinjve. Po e ha partinë. Por i gjeneron parlamentin e vendit dhe aspirata e tij për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian me qëllim që çdo qytetar i këtij vendi të ketë pasaportën e BE-s është një aspirat që kërkon mbështetjen e qytetarëve. Dhe besoj që këto janë dy, në këto momente, këto janë dy nisma shumë të mira. Po të shikoni sot në çdo sondazh që bëhet, ose edhe qytetarët kur kalon takon në rrugë flasin për një klasë të re politike apo jo. Po nga fillon klasa e re politike? Jo, okay, klasa e re politike, po nga fillon kryetari ndryshon. Po duhet një garanci që të bëjë ndryshimin. Sepse po ashtu pas si bëhet apo jo? Si bëhet? Po smerret vetë ç'a bëhet. Tek kështu bëhet ju? Unë po flas për të ardhmen time. Po them që është një garanci për ta rigjeneruar parlamentin dhe për të dhënë impulse. Pse parlamenti ishte i mirë? Jo, ka deputet që kanë vlerësimin tim maksimal, ka deputet shumë të angazhuar, e tjerë me radhë, sepse mund të ketë deputet që nuk është aktiv në seancë plenare, por është aktiv me komunitetin, pra ka ndërthurje, nuk e kam të parlamentit që shkoj, kam të dëshira e tij për të sjellë një gjenerat të re në klasën shqiptare. Mos më rrëshkas nga kjo. Kishe një konsiderat për të vëlla që ishte sekretar. Jo, nuk është një këshuri. Nuk ishte vëlla yt ai? Ai nuk ishte vëlla yt. Gjithmonë kam marrë probleme për marrëdhëniet me jashtë. Po nuk ka lidhje kjo. Jo, doja të pyesja. Nuk janë bërë pjesë e PS-s? Po jo, ai ka jetën e vet më fare me të shikon jetën e vet, ka punë të vet. Mirë, qetëso. Kaq pa. Nuk mund ta thuash këtu qetësisht, çeke. Dhe zonja Flojda Kërpaçi, dhe ajo ka qenë se nuk mundet ta takojnë personazhe që nuk kanë jetën publike. Nuk është e drejtë, ti je gazetar. Ai nuk është jetën publike. Ai ka shef punë të veta, është totalisht censuruar. Pyetje bëhet ndri tani, avash ndri tani, qetësojnë çse. Ose zonja Kërpaçi ka qenë në Republikë, ka qenë deputete, ka qenë anëtar e Këshillit Bashkiak. Nuk marr përsipër flas për të tjerët. Kështu që thirrni në studio flisni. Që ke bërë kështu specialist direkt sa u bashkove me socialistin e bërë specialist. Po ti mund të thosë për kolegun tënd. Vjen te kampi opozitës. Si shumë e qartë, mënyra se si janë rënditur lista tregon që është për të mbrojtur rolin e opozitës, jo për të fituar. Ti je kënaqur? Jo, s'jam i kënaqur, se vendi ka nevojë për një. Ti duhet të kënaqesh, tu mbasin ata të fitosh ti. Si? S'jam i kënaqur, unë vi nga terreni politik. Për mua është e rëndësishme që të ketë një opozitë të konsoliduar. Ato e kishin shansin kësaj ere që të përfshinin shumë individ, shumë zëra publik që mbrojnë interesin e opozitës. Po të shikoni, ka shumë individ në opinion publik që mbrojnë interesin e opozitës, pra që nuk janë përfshirë politikisht, por flasin për rolin e opozitës. Pra ato mund të kishin përfshirë këto personazhe që të krijojnë një hapje. Fakti se kanë bërë të gjë tregojnë që sondazhet e tyre janë drejt humbjes. Në të gjitha sondimet, Partia Socialiste ka birrje të pikavarazhit, po themi, të përqindjes së mbështetjes, por kjo nuk përkthehet në ngritje të opozitës. Si e shpjegon ti këtë? Tashmë me përvojë, tani këtë analizën e bën. Ka një sondazhet e para janë sondazhe që tregojnë një trend. Po ne nëse kemi pa akoma kur startoi, domthonë tamam fushata, domethënë. Fushata kanë nisur, por kur startoi tamam fushata. Mirë, fushata nuk ka nisur zyrtarisht. Partia Socialiste është një makineri organizimi. Dhe këtë duhet e pranojnë gjithë. Ky është një makineri që kur fillon të merr përpara. Që prandaj mendoj që opozita, nëse do të konsolidonte rolin e opozitës, duhet të kishte menduar mirë për fshirjen e shumë zërave publik që janë në shërbim pra e ndihmon Partinë Demokratike që e Zoti Berisha që po shkon 81 vjeç apo e dëmton? Ja, nuk marr përsipër të komentoj për
Po ti këtë se merr përsipër, këtë se merr. Çfarë merr përsipër? Ta komentova listat pra. Tani the ata të Partisë Lirisë nuk i marr përsipër, këtë të Berishës nuk e merr përsipër. Si se merr përsipër? S'mund të them tani se nuk e di, nuk jam aty. Po tishe duhet të thoja, mendom ose nuk. Ku tishe? Po tishe te PD-ja do të thoja, nuk jam PD. Po pse ti duhet vesh atje që ta komentosh tani? Se kuptoj, nuk e di si funksionon nga brenda. Po më shmangesh e dritë brenda. Nuk po të shmange, po nuk realisht nuk e kuptoj dot atë. Po më shmangesh e dritë brenda. Nuk e prisja që më shmangesh kështu. Si pra shikon zgjedhjet? Besoj që arsyeja pse u bashkova Partisë Socialiste ka të bëjë pikërisht me një parti të re, gjenerate re dhe pasaporta e Bashkimit Evropian. E ke thënë këtë të re kur nuk ndryshon ai i pari, di si duken ata të rinj aty? Si numëror duken. I pari që më garanci për ndryshimin. Ta thash. Ai lëvizej. Jo, është garanci që të bëjë ndryshimi, kur e ka vullnetin për ta bërë. Ore, ku është partia e re mo e ndrit tani se po habitëm, ti thua, heqim nga 20 veta nga fundi, ndryshojmë, i bëjmë të rinj edhe. Po kryetari nuk quhet. Unë ka listat të mbyllura, kam parë që i ka dhënë shansin shumë të rinjve për fshirjen në parlament. Dhe ka dhënë shansin, domethënë, për fshirjen drejt për drejt. Kjo është gjë e mirë apo gjë e keqe? Shumë e mirë. Po, kështu pa përvojë direkt në parlament, detyre parë në parlament, sikur kërcet më ndrit. Po sepse nuk ka një fillim. Pra, diku do fillosh, nuk e ke përvojën që në fillim. Tani, edhe në ligjërimin tuaj the Shqipëria hyn në BE. Ky është fillimi. Ore, pse futim BE-n Edi Rama në 12 vjet? Se një nga premtimet në 2013 ka thënë që për 10 vjet Shqipëria antare BE-s. Unë besoj që ka një premtim ambicioz që po i ndjek në rrugën e dur për të çuar Shqipërinë ndër Bashkimin Evropian dhe për të marrë pasaportën e Bashkimit Evropian. Besoj 2027 është viti, mendoj unë mund të jetë viti më i ardhshëm, më i afërt. Mendoj unë. 2027 antarësim. Mendoj unë. Je i bindur? Duke parë ritmin mendoj që po. Po s'ka ndonjë të papritur rrugë që se besoj. Si papritur? Pra, unë mendoj që është viti më i ardhshëm për ta bërë këtë gjë. Si? Mendoj që është viti më i afërt për ta bërë këtë gjë. Dhe kjo i rregullon punën e Shqipërisë, zoti Brendari? Sigurisht po, sepse ti je pjesë e Unionit, je pjesë e Bashkimit Evropian. Jo, me situatën që po ndodh në botë, kjo nuk është një wow, se shikojmë Bullgarinë dhe Rumaninë. Unë mendoj që Shqipëria përfiton më shumë nga Bashkimi Evropian sa ç'mund t'i japi raport në Bashkimin Evropian, kështu që për ne është mirë, duhet pa interesi pragmatik si Shqipërisë. Tani për ta mbyllur, sa vota synon të marrësh në Tiranë? Nuk kam hyrë për një numër të caktuar. Patjetër do bëj fushatën time deri në fund, por e thash, për mua e rëndësishme është realizimi i objektivave të ekipit. Nëse ekipi ka realizuar objektivat, është shtuar numër mandate në Tiranë, tregon që unë kam dhënë një kontribut. Ky është qëllimi im. Prandaj ka thënë po Edi Rama zënjes më. Po sepse kjo është e sinqert në këtë gjë tani. Nuk mund pretendoj unë tani ta thash e paguam me 3 muaj, vi direkt tani unë i kam shumë bezdi individë të cilët kur i takon për herë të parë shiten si faktor. Kam një pyetje tillë ndrit që po më feks kështu. Partia Socialiste duhet marrë 70+1 vota nga 74 që tani që quhet majorancë dhe të krijoj. Nëse nuk e krijon, nuk e arrin dot, merr 67, 64, 66 si 2013. Me kë mund të bëj koalicion Partia Socialiste? Unë besoj që aspirata objektive është për të kapë majorancën e vet, nuk ka lidhje. Jo, po them nëse jo, ekziston mundësia që deputetët e Partisë Lirisë mund të bëjnë nuk titja përgjigje për këtë çështje. Unë besoj që Partia Socialiste fiton bindshëm këto zgjedhje. Duke parë, ta thashë pak më parë. Ky është një alternativë. Po ta thashë pak më parë, shikoj listat. Nëse Partia Demokratike figurat e vet kryesore, që unë kam respekt për një pjesë aty, do i vende lista por punonin për kap maksimumin e votave, do isha konkurruese. Ato janë mbyllur rreth një grupi me idenë që po marrim listën e mbyllur. Tani është e qartë mesazhi qytetarëve. Okej, kemi ardhur në fund zoti Ibrahim Llari. Prisja sa gjërëm shumë në fakt. Je bërë çik më i urtë se ç'ke qenë, si ti djali i urtë je kështu në format, po je bërë ose më saktë, je bërë më i kujdesshëm. Po rri në atë pozicionin kështu klasik, jo të Edrit Ibrahim Llari që çdo gjë merri me seriozitet, me impenjime kështu, po thua jo deri këtu thaj. Megjithatë unë të uroj suksese. Faleminderit që ishe këtu. Do të ftoj sërish në zemër të fushatës, po jo me këto s'flas për këtë. S'jam në PD, e kuptoj çka ke thënë. S'jam në PD që të flas për Berishën. S'mund flas. Ja, ti je politikanore, çfarë thua? Megjithatë faleminderit. Faleminderit. Kishim Endrit Ibrahim Llarin,
kandidatin për deputet Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Do vjojmë më pas me zonjën Romina Kuko, e cila është kandidate në qarkun e Partisë Socialiste në qarkun e Korçës. Si që thash, në këto momente unë do kemi intervistë me kandidaten e Partisë Socialiste në qarkun e Korçës, Romina Kuko. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Zonja Kuko, e habitshme është nga kryetare e Këshillit Bashkiak të Tiranës në kandidate për deputete, pa e sigurt. Deputete, se tha njeri, tha, mjafton, tha, mos i shtyp makina këta, tha, që janë në listën e sigurt, tha, dhe janë deputet, tha. Dhe deputet në Korçë. Çfarë ishte ky kapërcim? S'është kapërcim, është thjesht një kalim i natyrshëm që unë të jap maksimumin në qytetin tim të lindjes, në qytetin ku unë jam rritur. Është më tepër një kontribut që unë bëj për Korçën dhe s'ka asgjë të Po sigur themi ne që të donim këtu në Tiranë, jo në Korçë. Po, juve në Tiranë do më keni, se tash i Parlamenti i Shqipërisë nuk mblidhet në Korçë, mblidhet në Tiranë, aktiviteti politik patjetër që është në Tiranë. Keni dashur ta bëni kryeqytet Korçën ju korçanët? Jo, në fakt ne jemi shpallur Republikë Autonome një kohë, që ishim komplet entitet më vete, po Korça ka valencën e saj. Republikë Autonome u shpall edhe Mirdita, po ishte tjetër gjë. Nuk po futemi në histori, thjesht po themi që çdo qytet ka historinë e vet dhe rëndësinë e vet. Vlen më shumë kryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës apo deputet e Korçës? Vlen çdo gjë që mund të japësh një kontribut për njerëzit. Ju e dini që unë politikën e shoh si mision edhe e shoh si një mënyrë për të mbajtur dritën ndezur dhe për njerëzit, për të ndihmuar ata. Kështu që për mua nuk ka rëndësi se ku është. Për mua ka rëndësi se çfarë kam unë në dorë dhe çfarë mundësie kam unë që të kujdesem për komunitetin. Kështu teknikisht ju keni dhënë dorëheqjen apo do jepni dorëheqjen kur merrni mandatin? Ligjërisht nuk është e nevojshme sepse në momentin që plotësohet formulari i KQZ-s nuk ka mospërputhshmëri, megjithatë jam duke menduar se çfarë do bëj. Do të thënë ju jeni deputete e sigurt. Do jepni dorëheqjen si kryetare e Këshillit Bashkiak? Deputete e sigurt kur t'i jepet mandati, pastaj patjetër që ka mospërputhshmëri me shpërndarjen e mandatit. Po përmend prapa të unë, mos i shtypi makinë. Mos na i ndill tani se mirë. Jo, larg qof. Ishte që ti ishim çik më optimist. Larg qof, po flas që jo, do të thënë me humor se një kolegu juaj e ka thënë këtë, e ka thënë studio. Ka pas element humorit zi, domethënë. Jo, e ka thënë në studio, e ka thënë në emision, e ka thënë live. Ideja është ata që janë në listë mbyllura për te këtij humorit të keq, domethënë, janë të sigurt. Këtu është fjala, jo se ka, jo ishte me ligësi, nuk ka ligësi. Por në listat e mbyllura, kjo është ideja. Votat janë të mjaftueshme që ti jesh deputete. Si është kjo prerë parë deputete? Unë kam qenë në Roland në 2021, kam qenë në listën e hapur të Tiranës. Dhe e dija shumë mirë që nuk kisha mundësi për të thyer Hersin. E dija shumë mirë që nuk kisha krijuar ende një profil të tillë sa për të krijuar një bazë, kisha vetëm 4 vite që isha futur në politikë. Dhe isha shumë konsciente që madje më bënin pyetje atëherë, po si pranove ti ishe numri 26. Po sigurisht që do pranosh sepse është privilegj i madh të konsiderohesh në fillim, të bësh atë me i fjalë pjesën e hapave politik, të mësosh si funksionon, edhe të dështosh, sepse është mirë, është mësues. Sa vota morët 2021? Po kam marrë diku te afër 1000 vota me fjalë, megjithatë ishte, besoj, një përpjekje goxha e mirë për ta. Se ti ke qenë mes peshkaqenëve në 2021, ëh? Shiko, nuk dua ti quaj peshkaqen, secili bën betejën e tij, luftën e vet dhe mat peshën e vet specifike në territor. Nuk e din nëse është e keqja, është. E keqja se do të thuash më votoni mua, mos voto atë? Jo, do të thuash më voton mua sepse jo mos voto atë. Domethënë, mua nëse më vjen dikush dhe më thot më voto mua dhe mos voto atë, unë s'kam për ta votuar. Po nëse vjen njëri se e kandidate, po të tjerëve do të fjalën si qytetar. Nuk domethënë formula më e mirë është më voto mua sepse dhe tjetri duhet të atashoj sepse duhet të japi voton dhe në fund të ditës të japi besimin, se është një lloj investimi që jep. Zonja Kuko, ju cilësoni nga prurët më interesante dhe më me vlerë, po themi në parti. Pse? Po se e kam dëgjuar shpesh këtë pjesës atipike në politikë. Jo atipike, unë ma le ta mendoj, unë kisha tjetër gjë. Nga më vlerësueset në Partinë Socialiste, por asnjëherë deputete. Sa vite keni bërë në politikë? 8 vjet tani. Dhe nuk është pak. Besoj që kanë qenë vite goxha të vrullshme, të furitshme, të vështira, shumë të ngarkuara. Edhe me detyrën e zëvendësministrës.
Sepse edhe kjo është një pozitë jo e ullët, jo e vogël. Dhe jo e letë në këto 8 vite, me gjitha ato kriza që ka kaluar politika. Ju e përcaktoni tani është një hap i madh kjo që po bëni për të qenë pjesë e parlamentit? Absolutisht. Unë besoj që politika e vërtet fillon kur dikush hyn në parlament. Pra, çdo gjë që bën jashtë kuvendit të Shqipërisë, jashtë parlamentit, është një aktivitet politik, për politika e vërtet, ku ti ke mundësi të influencosh, të ndryshosh ligje, të gresh zërin për komunitetin, të kesh një lloj valence, të arish të japësh mendimin tënd dhe aty, prandaj quhen ligjvënës, sepse një vendim i vogël që merret aty ka impakt shumë të madh në komunitet. Është momenti ku aty fillon realisht. Kështu që unë besoj që është një hap shumë i madh në përpjekjen për të arritur, për të krijuar diçka. Se duhet votojmë Partinë Socialiste, njerëzit në 4 vite zënja Kuko, dhe pikërisht Romina Kukon dhe në Korç. Pse duhet votojmë? Ka ndonjë arsye të veçantë? Ka shumë arsye të veçantë. Partia Socialiste ka treguar që është një forcë në rreth parë stabil për vendin. Jemi në momentet kyçe për punën e hyrjes, dhe kjo nuk është fare retorik. Ju e dini që unë i di shumë mirë proceset e integrimit, proceset politike. Është shtrati juaj, është tabani juaj, është diçka me të cilën unë jam marrë në fakt që në 2006 kur jam kthyer nga shkolla. Jam marrë me proceset e integrimit në NATO në atë kohë. Po? Kam qenë në zemër të procesit ku ne bënim të gjitha ato kërkesat për përfshirjen në NATO. Ka ishte Partia Demokratike? Nuk ka rëndësi. Prandaj po them që jam me bëras larguar nga kjo gjë. Unë kam ardhur me një praktik studentore dhe për shkak se puna ishte e tillë që kërkonte çuna goca të rinj me sa ishe diplomuar? Sa isha diplomuar? Në psikologji kognitive, por kisha bërë edhe lëndët e Sheffieldit, Universitetin e Sheffieldit. Në Irlandë? Në Angli, edhe me filial në Selanik të Greqisë. Kështu që unë sapo kisha... Tani ti ishe në Angli apo në Selanik? Kam qenë në Selanik dhe mbrojtjen e diplomës e kam bërë në Angli nga Universiteti i Sheffieldit. Kështu që unë sapo kisha ardhur dhe erdha për praktik 3 javore në fakt. Po kush mbajti? Ja, u shpjegoj. Kisha aplikuar për PhD eksperimentale, të lutem, nuk ishte fare për politike, për psikologji eksperimentale. Kisha fituar PhD-n. Në shtator do ikja unë në Sheffield për të vazhduar ato gjërat e mia. Dhe në atë kohë ka qenë një rrjet studentësh, Albanian Students Abroad Network, që kanë pas disa miq të mi që sot janë në politikë. Dhe ideja ishte hajde aplikojmë, shkojmë, bëjmë praktikat në për institucione shtetërore, pushimet e verës kuptohet diçka për të marrë. Unë po jam natyrë që i nxjerr gjithmonë të lasha vetes, dua të filloj të merrem me, nuk ri dot të qetë në një moment me fjalë. Edhe aplikoj në Ministrinë të Mbrojtjes, sepse i madh më këshilloi të bëja këtë, sepse thotë aty është procesi integrimit në NATO. Dhe shkoj aty për të bërë praktikën, dhe fati ishte që vendi ku unë bëja praktikën ishte bosh. Ishte vakant. Mos më thoj që fillove. Kaluan 2 javë. Në atë drejtori që ka qenë drejtoria e integrimit euro-atlantik, kishim njëri të mrekullueshëm si drejtor të përgjithshëm dhe gjithë stafi përbëhej nga çuna goca 23, 24, 25 vjeç. Pra ishin gjithë të rinj që kishin ardhur me eksperiencën perëndimore, me anglisht e shumë të mirë, me dëshirën për të punuar. Domethënë nuk kishim ardhur ne me idenë për të bërë drejtora, se kishim fare atë lloj mentaliteti. Ne kishim ardhur nga një botë. Po këtë se një pjesë e studentëve thonë vemi në Shqipëri të bëhemi ministra. Po nëse më tani, jo, unë besoj që është e kaluar kjo, që nuk besoj që studentët e kanë. Unë besoj që ky është një mentalitet feudal që është duke u fashitur. Sure. Dhe në momentin që unë largohem, ata vendosin që më bëjnë urdhrin e qëndrimit. Më thonë, do rish këtu, ne kemi nevojë, sepse unë u futa direkt në procese. Dhe nuk ja përtoja me thëmë drejtën. Bëja dhe përkthimet, bëja dhe fotokopjet, çoja dhe dokumente në sekretari, se kështu fillon kjo që fillon me hapat nga dalë. Besoj si puna ime kanë qenë shumë të rinj që janë kthyer dhe në vazhdimsi janë kthyer. Ka ndonjë tjetër kolegu juaj në atë moshë janë në politikë dhe kanë pozita? Jo, nuk janë. Një koleg që unë kam patur është ende në Ministrinë të Mbrojtjes dhe është një nga figurat më të spikatura teknike të Ministrisë së Mbrojtjes. Pse keni ngritur në politikë? Sepse është natyrë që do të merret me pjesën teknike. Një koleg tjetër patjetër u promovua në pozicione të ndryshme deri në presidencë. Disa kolegë të tjerë ndoqën diplomacinë, pra gjithë grupi që u promovua atëherë ishte një grup. Zonja Kuko, je kënaqur me këto 8 vite çka ke arritur, çka ke bërë, sepse
unë gjithmonë kur komunikoj me ty, ti je nga të rrallët me atë lëvizje që ke. Unë nuk kam njohur politikan tjetër në këtë formë. Gjithmonë je duke bërë punë. Po pra, është çik me natyrë, me personalitet ajo gjë. Nuk di ta them nëse jam e kënaqur. Di të them që disa gjëra të cilat kam dashur t'i çoj përpara, i kam çuar përpara. Kur kam qenë OSB dhe disa gjëra nuk funksiononin, nuk më vinin përgjigjet në kohë, më vënoheshin emailët, më vënoheshin shkresat. Po burokracia shtetërore kuptohet që ka atë dinamikën, kishte dinamikën e vet. Edhe shpesh thosha duhet të jem unë një ditë aty që t'i bëj gjërat siç duhet, siç është ky mentaliteti që ka njerëzit. Dhe kur shkova pastaj e pash që nuk qen kaq e lehtë, sepse nuk është vetëm çështje burokracie, është çështje një kompromisi të madh për të çuar përpara diçka. Duhet marrësh mendimet e shumë institucioneve, të shumë njerëzve, duhet i bësh të mirë peshuara, të mirë të rakorduara, ato janë të shoqëruara me buxhete, pra procesi është më i ngadalt. Dhe besoj që me gjithë këtë makineri të madhe, disa gjëra të mira janë bërë. Jam krenare për pjesën e asaj çka unë hyra të bëja, që është pjesa e sigurisë në komunitet, që ka të bëjë me pas OSB-s në Ministritë Brendshme. Në Ministritë Brendshme? Në Ministritë Brendshme. Edhe në Ministritë Brendshme ju keni përvojë jo të shkurtër, sa vjet keni zëvendës? 8 vjet. Zëvendës ministre? 8 vjet. Do ta ketë harruar Rama këtë, se s'ka mundësi. Nuk besoj se ka harruar. Se i bie që se ai thotë që më shumë se 5 vjet Nuk e, ajo ka qenë për pjesën e ministrave. Po, pjesën e ministrave, po, ca ministra kanë kaluar 5 vjet? Po, ndoshta ne ishim shumë të freskët edhe arritëm një moment pjekurie që ishte nevojshme. Çfarë bëshin Korç, deputete Korç? Çfarë përfaqësosh atje, zonja Kuko? Së pari unë e përfaqësoj shumë denjësisht Korçën, sepse i përkas një familje të rëndësishme në qytet me kontribute. Tani, familja Kuko, për ata kësej me ambasadorin Kuko, nuk ka lidhje fare, se më çon mesazhe, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje fare, jo, e kemi diskutuar atë me ambasadorin Kuko. E keni diskutuar bashkë? Edhe kemi thënë, i thash, tani si do ta lëm këtë, i thash, se sa herë që më takojnë, më thonë çfarë ke turin. Edhe ai më tha, edhe mua tha, si u ta lëm? Po e lëm, thashë jemi kushërin, tha, ta mbyllim këtë histori, tha, kështu që me shaka. E para, e dyta. Edhe ai nga Korça është? Jo, nuk e di që nuk është nga Korça, është nga një qytet tjetër. Le ta thot ai vetë se unë nuk merr përsipër tani të marr. Jo, nga është tani se na çudi. Nuk është nga Korça? Jo. Nuk është nga Korça. Jo pra. Pavarësisht se duket aq i mirë sikur të ishte nga Korça. E pra, ai qytetar sa do ishte nga Korça. Po nuk është. Po dhe mund të adoptojmë me një fjalë, mund ta shpallim si figurë nderi. Ky ishte humor tamam nga Sheffieldi pastaj. Po patjetër që po. I holl, si gjithmonë. Dhe ka mbetur kështu që pse s'u bë president zoti Kuko? Jo, unë kam një admirim të veçantë për mënyrën se si ai e ka menaxhuar këtë gjë. Është një nga njerëzit për të cilët unë kam një respekt jashtëzakonshëm, sepse i qëndroi shumë i vërtet vetes së tij dhe bindjeve të tij. Besoj që mënyra se unë e kam njohur atë është nga refuzimi që ai ka bërë. Nga jo, ëh? Absolutisht, ajo ka bërë një impakt të jashtëzakonshëm të një njeriu që ndryshe nga të tjerët ndjekin karrige dhe ofiqe. Ti e di që në të studentët e gazetarisë një nga titujt që unë ja u tregoj atyre është ai që u vendos për Artur Kukon vetëm me një fjalë. Domethënë, e ke parasysh ai historia klani dhe bla bla bla. Patjetër. Kuk, klu, ku klan. Se mban më të? Jo, këtë se mbajmë. Nuk e mbajmë. Nga titull më të bukur, e vendos me robaze. Është nga titull më të bukur, vetëm me një fjalë. Se aty u bë klani, u bë dhe Kuk, një lloj fjalës, për ata që se dinë është një organizat në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Referenca nuk është edhe më e mira, po Si? Referenca nuk është edhe më e mira. Jo, ty u bë me klan aty. Dakor, por referenca nuk është më e mira se ca organizatave apo emrave nuk ja vlen as ti përmendesh me emrin. Vim te përsëri te Korça. Tani kush jeni ju? Se ne ti njohim zonja Kuko, kemi dëshirë të marrim intervistë etj si gazetar, po kush jeni ju? Çfarë përfaqëson Romina Kuko në Korçë? Sepse atje në Korçë nuk të falin nëse nuk je aty ku je. Shiko, unë besoj që askund nuk të falin nëse nuk je atje ku je. Por unë tani rikthehem Korçës me
me shumë mundësi dhe me shumë perspektiva. I kthejmë qytetit me një eksperiencë shumë të madhe dhe me një mentalitet eksaktësisht si Korça ka nevojë. Do më thënë, unë e shoh dhe po flas për qarkun e Korçës, se nuk po flas vetëm për qytetin. Është gjithë qarku i Korçës, këtu po flasim për Kolonjën, Devollin, për Pogradecin, po flasim për Malishin, po flasim për Pustecin. Keni ndarë me zona, zonja Kuko? Kemi një ndarje të përgjithshme, megjithatë unë do fokusohem më tepër tek pjesa e të rinjve dhe tek pjesa e grave patjetër për t'i mobilizuar. Po si e keni ndarë në bazë të nga janë ata vetë? Nuk kemi si nga janë ata vetë. Do të thonë një kandidat i qarkut. Mund të jetë nga një zonë që mund nga Kolonja, vjen nga kandidati që mbulon Devollin për shembull, do fokusohet më tepër në Devoll. Kjo është pjesa e ndarjes së gjës. Tani kush është Romina Kuko në Korçë? Si të njohin, kush je ti? Më njohin si dikush që iku para 22 vitesh me studime. Unë më përpara, shiko, këtë aktivitetin e kam patur gjithmonë. Do më thonë që në gjimnaz, gjë e parë të themi Stokligër me një Korçë. Kam bërë gjë e parë që bëra dhe më preokuponte përveç mësimeve patjetër që ishin pasion, nuk kanë qenë ndonjëherë detyrim. Ishte senati i shkollës. Do më gjë e parë ishte senatore? Kam qenë presidente e shkolle. Presidente, një shkallë më lartë, po? Të gjitha shkallët më lartë, në fakt, se kështu që jemi marrë me pjesën e senatit të shkollës, bile në vitin e dytë bashkë me një grup shoqësh dhe shokësh, arritëm të merrim një donacion që nuk ishte i vogël për atë kohë, dhe ndërtuam uniformën Wilson për shkollën. Pra për diplomimin, ajo uniforma me kapelet. Që ishte, besoj, herë e parë që bëhe. Besoj në gjithë Shqipërinë kam përshtypjen. Qa viti? 2001-2002. Në 2001. Keni flak kapelet? Kemi flakur kapelet. Jo, në fakt, unë bashkë me shokët dhe shoqet në atë kohë ishim në vitet 2 që gjithë në donacionet, dhe kapelet i flakën maturantët që ishin, ja u dham ne me një fjalë gjithë pjesën e këtyre dhe pastaj trashëguam ne dhe kemi flak kapelet. Po? Ke foto? Kur ke flak? Patjetër që i kemi fotot. Janë moment, kështu që një njeri që gjithmonë është marrë me aktivizim. Ka dikush nga familja juaj që është marrë me politikë, zonja Kuko? Jo me politikë aktive, por familja ime ka një rrënjë shumë të thellë, është tërgjyshi im në fakt, i cili ka qenë për 25 vite në Amerikë. Ka qenë në Boston, ka punuar afër Vatrës. Korçari që s'ka punuar dhe ka punuar me Nolin, ka bërë fushat me Nolin në Devoll, Ibrahim Agolli. Është një personazh i jashtëzakonshëm. Agolli bie musliman? Kemi dhe në një del bektashi në familjen tonë, ku ka në Shqipëri person që nuk ka një del. Të ndërthurur. Dhe është krenarie madhe. Dhe çfarë aktiviteti kishte në Boston? Ai ka pas... Do të gjyshi nga babaj? Gjyshi nga babaj. Ai ka qenë llogaritar. Ka punuar llogaritar në Vatra dhe ka punuar llogaritar dhe në këto kompanitë e mëdha që kanë qenë në Boston atëre. Po ai ishte në atë qytetin Ulster? Kam përshtypjen që po më duhet të pyes familjarët për këtë pjesë. Se kam kuptuar në një se ti si anglisht folse e mirë. Çfarë lidhje ka ajo që ajo shkruhet Worcester dhe ata i thonë Ulster? Dhe gjithë amerikanët i thoshin Ulster për shkak të shqiptarëve. Po tash është ajo pjesa e në fakt në Ulster un kam edhe fis tjetër i cili lidhet edhe me disa shqiptarë të tjerë si Antoni Athanas edhe gjithë të tjerët. Në kurrikulumin tim është një nga intervistat më të rëndësishme. Kam intervistuar Antoni Athanas atje në Pier 4. Kam ndëjtur 3 herë me atë drek me atë dhe intervistë e jashtëzakonshme. Është një nga figurat më emblematike, unë e di shumë mirë historinë e tij për shkak se... I duhet bësh diçka për Antoni Athanas që të mos harrohet. Unë besoj që Antoni Athanas ka bërë aq shumë për popullin shqiptar. Një shkollë në Sarandë, zonja Kuko. Vetëm një shkollë në Sarandë ka emrin Antoni Athanas. Në Tiranë s'ka. Më dhe një ide shumë të mirë për ta bërë këtë gjë. Se ka qenë edhe kryetari i Vatrës, a e di? Patjetër që po, patjetër që po. Ajo është, po themi, detyra zyrtare. Por ai mjafton me atë Pier 4-in e famshëm atje në buzë të oqeanit. Do dhe nuk ka, ishte një lloj Mekë e shqiptarëve. Unë kam, e di shumë mirë sepse pjesë e familjes time janë dhe familja Gjika, Viktor Gjika, Athanas Gjika, dhe ata janë të afërm të drejt për drejt Antoni Athanas, kështu që historinë e di në mënyrë të përkryer. Okej, tani edhe një herë, përse e doni mandatin e 4, se 3 mandate... Për të futur në Bashkimin Evropian. Po jo u futëm në Bashkimin Evropian. Si ja u futëm? Futja në Bashkimin Evropian është kurorëzimi
dhe përfundimi total I të gjithë përjashtimit që Shqipërisë është bërë që në 1912. Zonja Kuko, po ka nikur njerëzit, po? S'kemi njerëz. Shqipëria po I ngjan orës me rër. Në çdo vend të Ballkanit perëndimor ka nikur. Nga Greqia ka nikur njerëzit. Ishte interesante. Po ka nikur apo ata janë? Ishte shumë interesante, domethënë. Sa banor ka Greqia? 10 milion. Ne si jemi hiç? Migracioni tani ka filluar të ulet. Migracioni I brendshëm, I lëvizjes së kraut të punës nga një vend në vendin tjetër është normalitet me cilin ne duhet të mësohemi. Do me thënë, unë e kuptoj që ikja dhe emigracioni njerëzve është gjithmonë diçka që ndikon në komunitete, sidomos komunitete të vogla, patjetër që ka pjesën e ndikimit. Por kjo është diçka që po ndodh në Ballkanin Perëndimor, kjo është diçka që po ndodh edhe në Bashkimin Evropian. Mos harrojmë që lirit e lëvizjes, lirit e punës dhe mundësive e krijojnë këtë kusht. Kështu që ne tani duhet të bëjmë diçka. Përveç se futjes të Shqipërisë të Bashkimit Evropian, besoj. Absolutisht besoj. Unë besoj që ne në 2027 e mbyllim pjesën e... Jo, një sekund. Se këtu si jemi në mbledhjen e Këshillit Intergrip. Jo. Kur antarësohet Shqipëria në BE? Do doja të jepja një datë, po unë jam shumë e kujdesshme, nuk dua të bëj fare demagogji. Unë po pyes njeriu, po themi, mbas Edi Ramës them, unë janë 2-3 veta që janë kompetent. Një nga ata 2-3 jeni ju. Po pyes një nga njerëzit e pakët kompetent. Përpara 2030-s. Përpara 2030-s. Po. Do të thënë, unë do t'i thosha tani regjis dhe regjisorët që e përshëndes e falenderoj për punën. Jo. Enea, po drejtojmë për të parë, të kërkoj shumë dijes. Është një deklaratë shumë e rëndësishme. Në 2030-ën përpara do të 2029-ën, 2028-ën, 2027-ën. Këtu jemi. Zonja Romina Kuko thot Shqipëria antare BE-s. Do të thënë këtë do ta katojmë dhe ne do ta mbajmë si një thënie, sepse nuk e ka thënë njëri I zakonshëm. Po si beson? Thot BE-ja çmendën ata, siç janë çmendur disa herë, thot e thamë ne, po ashtu ka dalin punë. Erat kanë ndryshuar. Ka ndryshuar erat o zonja Kuko? Jemi në agimin e një epoke e cila është duke ndryshuar rendin botror. Jemi në një moment ku kemi ndryshim të raporteve të forcave. Jemi në një moment shumë kritik përsa I përket fuqisë specifike të disa fuqive regionale apo globale. Dhe kjo në avantazhon? Kjo në avantazhon absolutisht sepse Europa duhet ta themi të forcohet. Duhet të saldohet në hartë përsa I përket integrimit të saj. Europa nuk ka fare luksin dhe shansin dhe kjo është e kuptuar dhe prej tyre tani të ketë një pelg si Ballkani Perëndimor që është në zemër të saj. Dhe duke thënë bashkë me ne edhe të tjerët. Patjetër që po, patjetër. Dhe të tjerët e keni fjalën edhe për Serbinë? Po e kanë fjalën për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Gjithë Ballkani do jetë në për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Atëherë si takon merit Partisë Socialiste tani? Si takon Partisë Socialiste, sepse Shqipëria është vendi më stabil në Ballkanin Perëndimor. Është vendi I cili në fakt ka nxitur edhe procese politike të cilat kanë mbajtur në stabilitet Ballkanin Perëndimor. Ka qenë edhe pararoj I procesit Berlinit, në momenti që procesi Berlinit nuk funksionoi, ne bëm Open Balkan që mbajti në kohezion ajo. Se edhe unë kam qenë mbështetës e asaj Open Balkan. Ajo pati vlerë, sepse dështoi me sukses. Përkundrezi, ajo e kreu misionin me sukses, sepse ishte një kushinet e cila qëndroi aty kur ne nuk kishim proces Berlini. Pra ne e krijuam këtë paradhomën e komunikimit apo ajo që quhen në diplomaci political talk shop. U binda. Në mënyrë që pastaj kur të kapeshim tek platforma tjetër ne të ishim bashkë. Zonja Kuko, si do të shpjegoni atij banorit të Korçës, qytetarit po, sidomos atij fshatarit që shiko, mandati 4 na jepni se ne do futim BE. Po çdo të ja di ai se Shqipëria futet në BE. Ai ditën tjetër do ato prodhimet e veta, ka problemet me tokën, me pemtarin, e tjera me kafshët. Çi duhet atij që do marrin pasaport, përveç pasaportës kuqe, marrja të Bashkimit Evropian, European Union. I duhet se dhe ata në fakt pjesa më dashur edhe më e rëndësishme e të gjithë qarkut, sepse ju e dini që Korça ka një aktivitet shumë të lartë bujqësor dhe prodhues dhe bile ka dhe produkte të cilat janë unike në Dhe ju thoni avantazhon?
ata avantazhojnë për disa arsye. Dhe këto janë arsye krejt pragmatiste. Pra, nuk i intereson vërtet bujkut që të ketë pasaportën e BE-s, ato interesojnë çdo shqiptari patjetër, po në termat e kuptueshmërisë. Sepse BE-ja shpenzon diku te 60% të buxhetit të saj për bujqësinë. Sepse produkti i tij nuk do të hidhet më në rrugë, po do të certifikohet dhe do të eksportohet. Sepse ai do të marr. Po se shpjegoni kështu kur dili aty te ai podcasti i kryeministit. Te podcasti i kryeministrit ne folëm keni emocione. Jo, kryeministri tha kjo është pasaporta tha. Unë se kuptoj atë. Do të thënë ajo kur thot pasaporta ja bën Jo, unë besoj që ajo që kryeministri tha pa dashur të dalë mbrojtje është një nga i godet një tel të gjithë shqiptarëve sepse të gjithë ne jemi pengje të radhëve, ishim pengje të radhëve të ambasadave kur merrnin vizat, ju e mbani më shumë mirë atë horrorin e pritjes nëpër ambasada. Jo, e kanë fjalën të marrjet e vizave që qytetarët e shkrenin nëpër radhë. E kupton, edhe ishte një nga gjërat që mua më tmerronte kur shikoja. Po e që viza ja jepni meritën Partisë Demokratike? Jo, ja jap meritën për edhe Partisë Socialiste. Jo, pritje, në fillim Partisë Demokratike? Shiko, unë besoj që çdo politikë e mirë që është bërë. Kjo zëngoj, si jeni. Shiko, ore po tani duhet me i dhënë në Cezarit atë që i takon Cezarit. Dashuria është reciproke për atë punë. Por çështja është po kthehem te praktika. Asa ata nuk u duan, jo. Edhe ata duan. Po edhe ju, mo. Po nuk është çështje dashurie kjo. Kjo është çështje meritash dhe njëjë meritash. Unë besoj që në Shqipëri ka ndodhur disa procese shumë të rëndësishme dhe kushdo që ka punuar për atë proces meriton vendin e vet. Po të shkojmë pak te subvencionet, se më intereson shumë ta. Jo, do të thënë nëse Shqipëria futet në BE, do t'i numërosh me radhë çfarë përfitimesh ka një qytetar i thjeshtë. Jo çka kuptoj unë, jo çka kuptojmë ne që dim pak më shumë se sa. Qytetari është urban, është bujk, çfarë është qytetari? Atëre, në rast një, lirinë e lëvizjes së lirë që ne e kemi. Po ne e kemi. Por ti sot për të shkuar, ja po t'japim shumë konkret, për të shkuar për të punuar. Ditë të kufizuar. Për të shkuar për të punuar në një vend. Ke akses të drejt për drejt tek tregu i punës. E dyta. Jo, kjo është e dyta. Po, tani e treta. E treta, liria e lëvizjes së mallrave. Pra, që do thot që tarifat e BE të certifikimit produkteve do të futet në tregun e përbashkët, që do thot që ajo gogozharja e Korçës, që është unike dhe e rrallë, jo se do flasim me gjëra konkrete. Po, jo, shumë i bravo se kjo do të certifikohet si një produkt. E ka cilësinë? Patjetër që po, absolutisht po. Ato janë Dhe ajo është produkt në BE pastaj? Në treg. Ai është produkt në tregun e BE-s dhe amollet Voranit. Po sot pse nuk është sot? Sepse sot ne jemi një vend i cili do duhet të kalojë një mal me burokraci për të bërë të certifikimin. Katër, ka të bëjë patjetër me lirinë e lëvizjes së mallrave, siç e diskutuar këtë pjesë. E katërta ka të bëjë me përfitimin e fondeve strukturore. A pra strukturore? Do ketë më shumë lek, do na japi BE-ja lek? Po shiko, nuk është çështje lekësh. Jo, kjo është e trashë kështu. Të them diçka shumë projekte. Shumë konkrete si shembull dhe pastaj do kalojmë se si mund të përfitojnë qytetet. Kemi qenë në Bashkinë e Barit, në një bashki afër Barit me një fjalë, dhe në Bashkinë e Barit kishte ndërtuar metro. Dhe pyesim këtë kryetarin e bashkisë. Pse ka ndërtuar metro? Në Pulja, në mos gaboj, diku në jug të Italisë. Dhe i pyesim, i themi, po si e keni ndërtuar metron me fjalë, sa kushtoi? Thot ai, kushtoi diku te 250 milion euro kilometri. Shumë. Dhe ne pyesim, i themi, si e ke mbuluar, po kaq është? Bashki. Si e ke mbuluar buxhetin? Ore tha. Rajonin, do Puljat. Jo, po tha, po këto janë fondet të BE-s, se unë tha, po të kisha fondet e mia, tha, do më duheshin fondet e 60 viteve. Do të një duke thënë që BE-ja jep fonde për infrastrukturën dhe për projektet veçanta. Pra, nëse ne jemi antar të Bashkimit Evropian, do ta ndërtosh edhe urën, do ta ndërtosh edhe fabrikën e përpunimit të qelçit, do ta ndërtosh edhe fabrikën e përpunimit të telave, do ta sjellësh edhe përfaqësinë e X kompanie në Shqipëri, do kesh edhe sistemin e vaditjes dhe me fjalë gjithë kullimit të bujqësisë, po do marrësh edhe traktorin me subvencion, po do marrësh edhe ekspertizën me subvencion, po do kesh edhe fondet me subvencion, se kështu funksionon. Kur ti, do të thonë, sot një qytetar BE-je përfiton diku te 4.200 euro për frymë.
në subvencion. Okej, e mbaruam të zonja Kuko. Tani, vim te pjesa e kundërshtarëve tuaj. Si ju duken kundërshtarët? Sepse sondimet janë të tilla që shullur mbështetjen ndaj Partisë Socialiste, por nuk është kjo nuk është përkthyer si ngritje e përqindjes së opozitës. Domethënë, Biledisi thon disa, fiton përse se fiton PD-ja. Shiko, jo, nuk është kështu. Nuk është kështu, sepse gjithmonë qytetarët kanë në dorë mos të votojnë nëse nuk është se është vetëm çështje alternative. Domethënë, PS-ja fiton sepse njerëzit janë të zgjuar, të mençur dhe janë pragmatistë. Dhe kuptojnë që me gjitha problemet që ekzistojnë në një forcë politike, se askush nuk është perfekt, nuk ka perfeksion në asnjë qeveri në botë, përveç se në Republikën e Platonit. Patjetër që ka probleme. Po, tash, kështu që njerëzit arrin ta bëjnë dallimin dhe unë për kundërshtarët kam zero komente, se zakonisht nuk merrem fare me kundërshtarët. Nuk kam çfarë të komentoj me një fjalë. Në fund të ditës ata kanë organizimin e tyre, kanë çështjet e tyre. Do më interesonte shumë që t'jepja përgjigje mbi temat e përbashkëta, po jo për ta. Nuk kam një koment. Do lësh detyrën e kryetares së Këshillit Bashkiak të Tiranës? Asnjë pozicion apo detyrë nuk është e përjetshme. Dhe besoj që jo, e lën mandatin mes. I bie fiks mes. Nuk e lën mes, janë 5 vite në fakt. Jo, në këtë mandat e kishte. Në këtë mandat. Shiko, e para unë jam gruaja e parë që mbajta pozicionin e kryetares së Këshillit Bashkiak. Që nga fundi i historisë, domethënë. Kështu që nuk e di nëse është histori, por është diçka që më bën shumë në historinë e kryeqytetit patjetër që jam gruaja e parë që mbajta këtë pozicion. E dyta jam shumë krenare sepse paçka se këtë mandat ne e nisëm me shumë vështirësi dhe përplasje politike, arritëm që në Këshill Bashkiak edhe me kolegët e opozitës të krijojmë një klimë ku të gjithë e kuptojmë se çfarë duam të çojmë përpara. Do të thënë, unë largohem nga Këshilli Bashkiak jo vetëm me mirënjohjen edhe respektin e kolegëve të mi socialistë, por dhe mirënjohjen që unë kam edhe respektin edhe ndaj kolegëve të opozitës, ndaj gjithë kolegëve të opozitës. E vlerësoj këtë gjë, po arrestimi i kryetarit Bashkisë së Tiranës zonja Kuko ishte një goditje shumë e fortë e rëndë ndaj bashkisë, por edhe Partisë Socialiste. Ju si e komentoni, si e keni përcjell dhe si e keni po themi perceptuar dhe si e keni përcjell edhe në detyrën si kryetare e Këshillit Bashkiak, se detyra dhe puna juaj ka vazhduar. Unë i kam dhënë komentet e mia lidhur me çështjen, edhe në besoj që është diçka e cila është e kaluar në çështjen e komenteve. Dua të bëj vetëm një vlerësim. Këshilli Bashkiak është organi përfaqësues i bashkisë, është i zgjedhur me vota. Pjesa tjetër e bashkisë do thotë që është pjesa komplementare që mban legjislacionin edhe asaj. Megjithatë pjesë e bashkisë jeni. Patjetër që po, se jemi në një forcë politike, sigurisht që ka shkaktuar me i fjalë një situatë jo të zakonshme në të gjitha aspektet. Ne punën e kemi mbajtur patjetër në vimësi, nuk kemi devijuar asnjë sekond, i kemi bërë gjitha mbledhjet, gjitha komisionet me rigorozitet, kemi bërë debatet. Besoj që ka dalë publikisht me i fjalë në kohë që ka takuar stafin e bashkisë, por besoj që tani është momenti që duhet të fokusohemi sepse Tirana është shumë e rëndësishme për t'u shërbyer. Jo, zonja Kuko, ju keni qenë një nga bashkëpunëtorët më të afërta të zotit Velie dhe mbështetës e tij dhe ju ka mbështetur ju, dhe kjo ka qenë publike. Si e keni përjetuar arrestimin e tij? Shiko, në nivel personal, patjetër që është diçka që të krijon një gjendje jo të mirë. Në nivel personal, Erioni ka qenë një shok shumë i mirë, jo vetëm i imi, po i të gjithëve. Stili i punës së tij ka qenë jashtëzakonshëm, dinamik në maksimum, detajist maksimum, i palodhur në maksimum përsa i përket gjërave që do duhet të realizoheshin, dhe kjo dukej sepse ishte gjithmonë kudo. Megjithatë, nga ana tjetër, drejtësia ka punën e vet, kështu që unë dua të jem shumë e kujdesshme për të mirën e të gjithëve. Edhe të Erionit vetë, që mos jap asnjë koment lidhur me pjesën e drejtësisë. Do nuk lidhet me atë vendimin e zotit Rama që asnjë nga ju nuk duhet të komentoj? Jo, unë e kam mbajtur të qëndrim që dhe zoti Rama ka shumë të drejtë ta thotë gjë, sepse ne jemi nëse ka një dell shtetari tek çdo njeri, shtetaria të imponon të respektosh ndarjen e pushteteve.
përtej opinioneve personale që mund të ketë dikush. Të gjithë ne kemi opinionet tona personale, kemi bindje personale lidhur me çështje të caktuara, nëse janë të drejta apo të padrejta në terma subjektiv. Po kur jeni një detyrë publike dhe kur e shikon nga aspekti publik, pastaj duhet patjetër që të përfshihesh në të gjitha ato kolonat e shtetarisë. Dhe unë do doja që, do doja që më tepër të flisja si shtetare se si politikane. Sot që kaluan shumë ditë, jeni penduar për të protestën që bët të Spaku për mbas arrestimit të zotit Velie? Unë s'kam bërë një protestë Spaku. Ju s'keni qenë? Bie pre e spekulimeve, si në stock exchange, ashtu dhe në politik, nuk besoj se e ka shumë të gjatë. Në aspektin jo vetëm teknik, po të lutem më shpjego pak faktin që në listën e kandidatëve në qarkun e Tiranës ka shumë nga bashkia. Duke të futur dhe ty që të çuan në Korçë, aty është nënkryetari, aty ka disa antar të Këshillit Bashkiak, aty ka disa drejtor, Indrit Bremllarin që kisha para jush, antari i Këshillit Bashkiak, Halit Valteri, Seferi si nënkryetar. Ç'është kjo? Do të thënë ka një gjë. Pse të mos janë, do të thënë këto janë figura të identifikuara. Po çfarë ka ndodhur? Pse? Sepse herë të tjera nuk kemi pasur kaq shumë figura. Kushta, nga Këshilli Bashkiak dhe nga Bashkia, patjetër që ka patur figura. Dhe në 2021 kam qenë unë nga Këshilli Bashkiak, kanë qenë disa kolegë të tjerë. Subasi një deputet. Sot me këta bën deputet, ju do bëni deputete. Dakor. Sepse shiko, Këshilli Bashkiak është një fidanishte, e cila është parë gjithmonë si mos harroni që Zënja Spiropali dhe nga Këshilli Bashkiak i Tiranës. Disa kolegë të tjerë dalin nga Këshilli Bashkiak i Tiranës. Aty ka nisur rrugtimi politik. Aty është ajo... është një fidanishte e cila të mëson deri diku se si funksionon... Karantina e politikës, ë? Gaveta e politikës. Gaveta? Gaveta e politikës është Këshilli Bashkiak? Patjetër që po. Është një ngjitje shumë graduale që pastaj të pjek për të shkuar në nivelet të tjera. Si shikon ti zënja Kuko? Si shikoni ju këta? Se karriera juaj politike është natyrale dhe graduale. Po këta që direkt pam deputet. Unë besoj që kanë edhe ata vlerën atyre. Janë njerëz për shembull që mund të kenë impakt në komunitetin nga vinë dhe meritojnë që të jenë. Janë figura publike të cilët nuk kanë qenë në politik, por kanë qasje në komunitet. Çfarë lloj kryeministri është Edi Rama? Edi Rama është kryeministri që do ta çojë, po e çon në fakt Partinë Socialiste në fitoren e saj të 10, si kryetar partie. Do të nga fitore janë fitore. Është kryeministri, kështu i bie. E mban mend atë shpreh nga fitore në fitore? Ai mend, po. Nuk besoj që ai ata shohet absolutisht me atë lloj mentaliteti, domethënë. Jo, e tha dhe vetë ai nga këto podcastet, ne tha shkojmë për fitoren e 10 tha. Do të nga fitore në fitore. Ky është fakt me fjalën, quaj si do duash. E para dhe e dyta është kryeministri i cili vizionin dhe obsesionin e tij ka firmosjen e traktatit të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Dhe një person që e ka të vendosur aty piketën, unë besoj që ja vlen në rreth parë ta ndjekësh dhe në rreth të dytë I beson Edi Ramës? Patjetër që po, absolutisht. Tani duke qenë se ju jeni njëse shumë e mirë e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ka qenë pjesë edhe e detyrave që keni pasur, detyrave politike. Si po shkon NATO? Po shkon drejt mos ekzistencës? Nuk duhet ta besoj këtë gjë. Unë NATO-n e njoh shumë mirë sepse tash që kam qenë në proceset e integrimit në NATO për një kohë shumë të gjatë, bile kam qenë 2 vjet përpara hyrjes në NATO dhe 2 vjet pas hyrjes në NATO. Kështu që kam parë dhe si është mos jesh një vend i NATO-s dhe kam parë dhe si është të jesh një vend i NATO-s. Atëherë? NATO është një aleancë politike dhe jo vetëm ushtarake. Po sigurisht. E cila ka një peshë shumë të rëndësishme në krijimin e stabilitetit, sidomos në ato që quhen shutter belts, pra pikat e çarjeve të gjeopolitikës. Domethënë, gjithmonë Europa ka sa vite, 85 vite pa luftë, domethënë vetëm tani kemi problemin e Ukrainës, që kemi luftë në territorin NATO ka bërë vetëm Kosovë, po. Kështu që 85 vite, po ka bërë luftë. Ka bërë, po nuk ka nevojë se si thos Sun Tzu, lufta më e mirë është ajo që nuk luftohet. Është ajo që kalohet pa u luftuar, që do të thotë që lufta e ftohtë ke fjalë.
para përgatitja dhe prezenca e NATO-s dhe të gjitha strukturat që NATO ka dhe stërvitjet e vazhdueshme që bëhen dhe negociatat politiko-ushtarake janë ato që mbajnë Trump po e mbylli zërin e Amerikës? Prandaj po them që jemi në një situatë shumë të pasigurt gjeopolitike. Unë shoh një izolacionizëm të shteteve, shoh një rikthim nga globalizmi në shtetet kombe, shoh një rikthim të merkantilizmit, që gjë që s'kishte ndodhur për shumë vite. Këtu po flas në analizë të ftohtë. Shoh një detant. Gjithmonë gjeopolitika dhe shtetet dhe me fjalë. Kjo vetëm për shkak të Trumpit? Bota kalon, nuk besoj se është vetëm për shkak të Trumpit. Besoj që është për shkak të disa gabimeve shumë të mëdha që janë bërë dhe nga shumë aktorë dhe faktorë, nuk dua të vendos. Në Amerikën? Nuk besoj se duhet përmendim vetëm. Besoj që bota arriti në një moment ku paqen e mori shumë të mirëqen. Mirë, po siç thot ajo maksime e vjetër, thot kohët vështira krijojnë njerëz të fortë, kohët e fortë krijon kohët të mira dhe kohët e mira krijojnë kohët vështira. Sa bukur. Kështu që besoj që jemi tani në këtë ciklin e ajo paqja 35 vjeçare që nga rënja e murit Berlinit e bëri botën dhe mungesa e leadershipit. Po mungesa e leadershipit vjen nga kjo paqja? Pra, më thonë, mungesa e leadershipit. Po lexoja këtë librin e Kissingerit, Leadership, është një libër i mrekullueshëm. Jo diplomacia. Është libri i fundit që ai ka botuar përpara se të ndronte jetë, dhe në fakt me qëra fjala do doja shumë që ti ishte gjallë, që ti dëgjoja analizën se çfarë do thoshte për botën. 100 vjeç vajte jo Romina. Po është një nga mendjet më brillante, një nga profesorët të paktën të mirë shpirtëror që e kam gjithmonë pikë referimi. Dhe të mendosh që presidenti Bamir Topi ka biseduar 2 orë me të kur i ishte në detyrë. Është një fat jashtëzakonshëm. Është një nga gjërat më të mrekullueshme që mund të ndodhte. 2 fiksime e kam patur për të takuar Henry Kissinger dhe Madeleine Albright. S'munda dot, kështu që Madeleine Albright nuk e ke takuar? Nuk e kam takuar, sepse ajo u tërhoq nga politika kur unë ende isha Ti e di që babai i saj ishte ambasador edhe në Shqipëri? E di. Se kam lexuar biografinë e saj, Madame Secretary. Madame Secretary. E kam lexuar. Dhe në librin Leadership tani të Henry Kissinger, aty janë disa personazhe që ai analizon, është Konrad Adenauer, është Margaret Thatcher, është ai kryeministri i Singaporit. Dhe kur flet tek Adenaueri, se si ai kaloi nga burgjet e Hitlerit në kancelarin që çoi Gjermaninë vetëm pas 8 vitesh pas falimentimit dhe poshtërimit, në fakt që u bë me gjithë ato, në themelimin e Komitetit Shelikut bashkë me Schumannin, ti arrin të kuptosh që Europa ka patur burra dhe gra kaq të mëdhenj. Sa ende kemi hijet e tyre në Dhe ata që janë aktualisht nuk janë në atë format. Ata që janë aktualisht e kanë menaxhuar S'ka më feqer, zonja Kuko. Po pra kemi nevojë urgjente, imediate, që Europa të ketë një rikthim të leadershipit dhe të vendimarrjes. Kam shpresë te kancelari Merz, me thënë të drejtën, sepse Merz mbajti një qendrim. E takoi Berisha, ju se keni takuar apo? Nuk e dini nëse ka takuar apo ka bërë një foto-op, po tash në foto e dim si funksionon ajo gjëja. Kur po flasim për takim, jo për Kur do takoj kryeministri? Besoj shumë shpejt, patjetër, sepse do kemi komunitetin politik europian në Tiranë në fund majit, kështu që prisni surprizat e radhës. Tani edhe për ta mbyllur se po më pëlqen aq shumë kjo biseda, sidomos kjo international, po më pëlqen aq shumë dhe më vjen kështu që e kam fokusuar te zgjedhjet, domethënë nuk del këtu. Për Kosovën, më thuaj me 3 fjali, çfarë parashikon? Nuk mund të ta them ende se çfarë parashikoj për Kosovën, por ajo që parashikoj, doja të ndodhte në Kosovë është përfundimi më në fund i dialogut. Avancimi i Kosovës në agjendën që BE ka përcaktuar për të. Ne duhet jemi shumë të qartë që marrëdhëniet e forta me Amerikën, sepse Kosova është një vend i cili pa Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pa Kur ti e bëri armik? Pra, urgjentisht normalizimi dhe forcimi i marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara.
dhe linjëzimi me politikën e BE-s janë imediate, sepse duhet që Kosova të avancojë, të ecë përpara në proceset e integrimit. Ne nuk mund të kemi luksin që të zvarrisim ende proceset dhe kaq mund të them për momentin. Kaq mund thuash? Për momentin. Dike shumë, por nuk the asgjë. Jo, për momentin kaq shoh në horizont, nuk dua të spekuloj. Nuk do spekuloj kurrë, jam larg spekulimeve. Jo, faktikisht që kryeministri i Shqipërisë nuk komunikon me kryeministrin e Kosovës. Komunikon, jo. Komunikon, po komunikojnë këtu si dy që i është thyer zemra, por nuk ngjit më. Jo, nuk është çështje dashurie dhe emocioni kjo, nuk ka lidhje fare me fjalë, ata komunikojnë kur vjen puna për çështje. Atëherë për ta mbyllur këtë ekziston mundësia e kthimit të diskutimit të ndryshimit të kufive? Nuk di ta them këtë gjë, nuk ka sinjale për ta thënë këtë gjë, kështu që kur të ketë ose nëse do ketë, që nuk e di. Për ta mbyllur fare, nëse Partia Socialiste u mbet zgjedhjet ose kështu entuziazëm, po ka edhe një opsion tjetër që u mbet zgjedhjet Partia Socialiste. Ku është ky opsion? Si, opsionet matematikore, zonja Kuko? Nuk ka një opsion. Ju keni studuar për psikologji, po shkenca eksakte është shkenca eksakte? Nuk kam studuar për psikologji kognitive, që është e gjitha statistikë e sjelljes njerëzore në fakt. Nuk ka lidhje fare me pjesën e terapisë. Ka të bëjë me parashikimin e sjelljes njerëzore. Është ajo që ndodh sot me algoritmet, kështu që bëj një parashikim për kryeministin Rama atëherë. Pas zgjedhjeve me çfarë? Unë thash kognitivizëm, jo orakull, kështu që nuk bëj parashikime. Po megjithatë nuk ka një opsion që pësoj atë mbas zgjedhjet. Nëse do të duan disa mandate, me cilën mund të bëni të koalicion? Nuk ka një opsion që pësoj atë mbas zgjedhjet. Pse do përgjigje ti do thoshe përpara Edi Ramës që unë mendoj që ne do bëjmë koalicion. Kjo është diçka që unë realisht. Po ka ndodhur 2009, 6-6, 70 dhe 4. Jemi shumë larg 2009-s, jemi në 2025-ën. Domethënë ka ndryshuar kaq shumë, ka rrjedhur kaq shumë ujë. E thash një herë, po e them përsëri, zonja Kuko, pozitivisht, je rafinuar. Pozitivisht. Si politikane. Nuk e parë gjë akoma. E the dhe ti këtë gjë, Po. Një mesazh për zgjedhësit, për ata që do duhet votonin ty, me që jemi në... Unë nuk jam në fakt në pjesën e listave të votimit, sepse listat e mbyllura. Megjithatë, mesazhi im për ta është çfarë unë do doja t'ju jepja si mesazh, është që jam aty vetëm për t'ju shërbyer dhe besoj që komuniteti është pjesa më e fuqishme dhe më e rëndësishme e një politikani. Kështu që unë mezi pres në fakt të shkoj, të filloj takimet me ta, të filloj të dëgjoj të gjitha problematikat e tyre dhe pastaj për Korçën për të zbatuar një vizion tjetër, të ri, të asaj Korçës europiane që folëm edhe me një bujqësi të zhvilluar, të Korçës si një hub të teknologjisë të informacionit dhe të inovacionit, qyteti ka gjithë potencialet për ta bërë këtë gjë. Si një vend me një potencial turistik të jashtëzakonshëm, të pashfrytzuar me pistat e skive, me turizmin dimëror dhe me çdo gjë tjetër, kështu që unë në Korçë shkoj me një kartë shumë të qartë të zhvillimit ekonomik dhe jo vetëm me fjalë boshe politike. Okej, të falenderoj shumë për këtë bisedë të këndshme, po më ka pëlqyer pjesa international. Do ta kryejm next time. Okej, me të vërtet me shumë kënaqësi. Faleminderit. Kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.